Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Kur ta gjeni atë të mesme në ark. O Marcel na shpëtomë. Happy birthday. Hajde, në kem. Edhe i qenë. Rosh, faleminderit shumë. Ua sa të bukura. Rosh. Ua sa të bukura që shëkër kanë shumë. Shumë faleminderit. Ti gëzosh të borë. Thash do më jepnin, e djesh do më jepnin dhe një gjë, po thash do më japin pastaj. Do më japin live. Kemi ish dorë nga live. Dorisa të shohim me të. Faleminderit shumë. Ja po e lë këtu, na zbukuroj tavolinën. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Ashtu. Me këto që na Edhe 100 e dashur rajon. A ka lezet? birthday. Po, kjo është Bravo, faleminderit. Shumë faleminderit. Kërkesat e rejt ishin sikur të ishte ditëlindja vetë. E vetë, po nuk bëri kaq për veten e vet. Ja, unë gëzojt e tjerët më shumë se për veten. Aty e kam unë qefin, kur kanë ditëlindjen e tjerët, harbohen fare. E di. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mirë. Ua, mezi po pres hikmi ti se janë të mia. Mes te Gafredos aty. Thank you. Faleminderit shumë. Faleminderit të lumgo. Ata iki kjo kolla i herë për herë dhe pastaj të ik të kohë. Po, kismet pastaj shëndeti në vazhdim. Ti kollat paktën ande nga maj. O zot. Ti është 25 vjeçare. Bravo. Mirë, si 25, lezet. Kur bën 25 vjeç. E kuptoj që ja ke fut kot që me do 25. Gjithsesi unë jam tejet falenderuse për mbushur, jam kaq shumë mirë me jetën time, domethënë jam falenderuse ndaj Zotit, familjes juve pa diskutim. Kështu ky 34 vjetor mua më gjen, nuk e ndjej që jam 34, domethënë, ndjej, unë kam ngelur te 28, nuk e di pse. Aty ngel si. Nuk e di domethënë. Edhe ne kur shkojmë 34 ngelin te 28 dhe neve. Jo, duhet të më shpjegoj një njeri këtë efektin mosh, domethënë, se ndoshta kuptohet pak më vonë, po unë nuk e kuptoj të ndryshimin e 33, 34 ose. Gabuar, s'u se kuptoj. Domethënë është shkot. Jo, se kupton. Gjithsesi, e rëndësishme është shëndeti mbi të gjitha dhe patjetër që njeriu vetëm këtë mendojnë që kur kalon mosha thot pak të kem arritur disa gjëra, disa objektiva në jetën time. Që kështu unë e gjej veten të përmbushur dhe të arritur në shumë elemente jetës time, që kështu jam falenderuese ndaj të gjithëve që kanë kontribuar në lumturinë time. Faleminderit. Okej. I the gjitha tani. I the gjitha bravo Bor tani na thuaj çfarë dhuratash ke marrë tani. Ja pra mora një buqet me lule. Po ka marrë sa ka marrë. Kombinuar me xhaketë. Jo e ka filluar, ajo fillon më herët ditëlindjen se normalisht ka një gocë të vogël, ka një burr që e ka romantik dhe të përkushtuar. Po, para 2 ditësh ka nisur. Fillon më herët ditëlindja Romina. Okej. Të thash lirë për sot. Na i thot njerëz. Ka nisur ditëlindja që dje në orën 9:30 të darkës me tullumbaca, trëndafila, gjëra në shtëpi. Duke e pritur. Po, duke e pritur në 12 isha kështu. A pati ndonjë kërkesë nga Niki këtë vit se vjet e kishte kërkesën e veçantë? Ka gjithmonë një kërkesë. Ka të kërkesë. Po, vazhdo. Po tani 34 vjeç një herë një jetë bëhet, duhet ja plotësosh kërkesën. Një herë një jetë bëhet për së dyti. Një herë një jetë bëhet. Qartë, kam të qartë. Plotësoja kërkesën gotë tani. Edhe e thënë nga ju të dy është fantastik. Përmend neve. Po. Përmend ne, unë dhe Romina kemi rënë dakord që do të qëndrojmë gjithmonë te kjo pjesë, që do japim mend. Bravo. Po jo, më edhe një vit të paktën jepni mend, pastaj nuk ju tolerohet më. Është ja bash. Asaj. Me pasim. Asaj. Që pasojë pak. I dhash mend tani. Gjithsesi, e rëndësishme është edhe ju të jeni lumturisht të dashuruar dhe rehat me veten tuaj, po s'ka rëndësi se kur. Tani 40-45 vjeç quhet një moshë shumë e re. Mund ta nisësh jetën atëherë. Normal. Jo tamam atëherë. Normal. E nis çik më përpara. Tani do të thon çfarë po thot 40-45. E thot një njeri që e ka nisur para 12 vitesh të muhabet. Po gjithsesi. Mirë. Okej, mirë, shumë mirë. Si jemi kontra. Shembulli jot është pozitiv, është një shembull i cili pa diskutim ne e vlerësojmë shumë, po se dim sa do ta marrim gjithsesi e shohim rrugës. Si di njerëz nuk i diet. Jo, ju mirë jeni, domethënë ti je shumë mirë. Ky e nisi për mirë, po ky e mendoi të vazhdonte si mua. Mendova, po pastaj nuk më ngjiste. Nuk më ngjiste.
ishte. Ore, ndonjëherë vendimet është shumë mirë kur merren në kohën e dur. Po, patjetër. Patjetër dash. Okej, nëse do na pyesësh si kaluan, po mua më pyete, si Po, kaluan. tani ti e mora veshën me trëndafila me gjëra jeta sot do të duket monotone tani në mëngjes se je mësuar që ke trëndafila vërdall gjatë gjithë kohës, shqyr të edhe buqeta tani. Faleminderit shumë, sa e bukur. Ta stimuluam pak edhe mëngjesin. Po, ndërkohë ti Romina si kalove di? Unë kam bërë jetë natë mbrëm. Po pra, kam pritit linjën e borës. Po pra, tamam. Bravo. Po se prita do 12 më gjeti në gjumë, por kam ditur zgjuar gjatë gjithë natës. Pritet treshin. Thash, po bëj një lloj studimi, thash se çfarë postojnë njerëzit natën. Po, dhe kush rizgjuar natën? E kush rinte? Do të isha vetëm unë dhe 2-3 veta në Amerikë. Që ata ishë zgjuar ditën. Po, ata me vetën janë në rregull. Nga ora 5 u çuan ca të tjerë, 4:30. U çuan ca të tjerë, edhe se ka emisione që nisin më herët se ne, prandaj. Jo, si ishin të fushët. Aty dallova që paska dhe njerëz punëtor. Sa mirë. Dallova kush janë vërtet djemtë dhe vajzat punëtore. Tani kishte një mision personal apo ishte me mision qeveritar, se si personal, për cilës dhe raste studimore këtu. Super. Mund të punosh mirë me këta që zgjohen në mëngjes herë, domethënë. Mund të punosh mirë me ti korruptosh për ndonjë votë, për ndonjë. Jo, janë më të kësjellet, e ke gabim. Mëngjesi është mirë. Se si na dinë ti që çojmë herët? Jo, thash ti korruptohemi një po se ke më pak veta pra, e ke rrethin pak më të ngushtë. 10 sot, 10 nesër, i korrupton pak për një votë. Më letë korruptohen turmat, se sa individës. E peti kështë e provuar një dje në lush një individ. E provojnë ata, po ata lushin shumë gjëra po rezikojnë. Fillon individi i shtrembër. Shumë po rezikojnë ata lushin s'kohët e fundit. Çfarë ndodhin lushnja? Kishte menduar të korruptonte dikë për një votë. Dhe u arrestua. Po, dhe u arrestua. E donte ti korruptonte me Lejlan, është e Lejlaja madhe që e shohim rrallë atë Lejlan. Me Lejlan për blun. Ku i ka shku mendja. Sa e bukur, po. Sa të duar njëri të na korruptoj. E doje për shumë një Lejlan. Dhe ne vetën do pranonim apo jo re. Jo, është sigur që s'do pranoja. Jo me një. Jo, është sigurt edhe me gjysmën e asaj, po është sigur që s'do pranoja. Është gabim, mos e provoni, mos bëni. Mirë, gjithsesi, ne po bëjmë shaka, është një ironi e vogël që ne bëjmë tani në mëngjes. Bravo të shoh. E kuptojnë ata, e kuptojnë. Kemi audiencë të zgjuar. Është një ironi që ne nuk po themi me mendimin tonë real. Okej, super. Ndërkohë ti, dje? Mirë shumë. Mirë, dje kam qenë në punë deri në 8. Bravo të qoftë. Gjatë tetës? Djalë për shtëpi. Mbas tetës piva një çaj si një plak i moçëm dhe i ka në shtëpi. Me ginger? Çfarë do thoshte me këtë? Ne nisi me çaj. Jo, ishte limon. Mundoha mos ta pija kamomilë ose ginger kështu. Antigrip është, antigrip. Limon. Ai ginger limoni pastaj është një mua do më thonë dalin filiza ginger. E gabim është ginger ta kam thënë. Ma ke thënë po e ndjej po denjën, po çel lule limoni edhe lule ginger. Ginger po një vaj fare zezë. Ja, nuk shkon si kom. Nuk tretet pastaj, nuk tretet. Vaj fare se zezë është unik, duhet konsumuar vetëm ashtu. Me spruca apo pas spruco? Apo është me pika? Jo, vaj. Se prandaj pyeta për të. Mund provosh se edhe me spruco ka drejt për drejti. E provon ti për shembull, se mund ta provosh dhe ti. A më ti ka qenë me gripin me ja po ta bëjmë një segafredo. Kam mësuar traum. Atëherë duhet një segafredo e mirë. Tani për shefe nëse para sot. Hajde. Opa. Po ti ngroj njërë për para, pastaj më për... Nuk ta bëka kafen me zemër, moj bo. Jo, se kam dezur. Se ke dezur. Nga që u hutova. Hutova nga lulet. Hutova nga lulet, hutova nga ditëlindja jote, nga gjitha nuk e kam dezur, por ju premtoj që do ta ndez direkt pas videove. Direkt. Okej. Iki. Shumë e zjarë. Mirë si ka thënë zogun e tunës. Zog push verdh. Jo, zog bo. E zogu tunës është brend tashmë. Duhet paguash që ta përdorësh. Brendin. Brendin apo zogun? Duhet paguash për të përdorë fjalën zogu i tunës. Po ne që e përdorën. Ne tham 4 herë deri tani.
Sa lek I pje që duhet t'i japim zogut të tunës? Ti kemi. Se di, në një skeç portokallis, tuna, këto tha, mos ma përdorni, tok fjalshin, zogun. Zogun e tunës. Papages. Zog tunë e fshati. Zog tunë e fshati. Kështu ishte në luja e braçes. E me qulle do, bo. Mos do të bëjmë ka. Mirë. Atere. Nese. Pra fush. Pas ka qenë kjo jetë gënjeshtër. Kjo jetë pas ka qenë gënjeshtër. Nuk e ka kopsitur djalit. Ore nuk e vazhdoj këtë emision. Se kemi zemër. Ecin dhe ti ty ndërkohë që I lëm hapësirën e durë. Se më kjo zhurma e ujit. Hajde. Kjo zhurma e ujit apo s'është mëngjes, kush na dëgjon tani? Ti tuaj të regjia. O regjia, ha pra, hajde. Ç'është kjo? Po, e lexuat mirë. Se lexuam akoma. Vjen Unaza që do t'ju tregoj besnikërinë e partnerit. Sa lek bën direkt. Ore ka njerëz për shembull që thonë po Leo dua të jetoj e qetë për shembull, s'më duhet fare të përgjigj partnerit. Jemi më të qetë kështu. Me Unaz apo pa Unaz? Me Unaz. Me Unaz. Tani. Bravo. Pastaj. Është me GPS Unaza, tregon vendodhjen. Duket. Jo. Tani. Është Unaz që pritet të dalë në fund të 2025-s ose fillim 2026-s. Okej. Ajo do të monitoroj gjatë gjithë kohës sjelljet, emocionet reale të partnerit, po. I monitoron. Edhe më interesante. Do jetë në gjendje, thotë, që të mas disa parametra fizik dhe emocional, si rrajet e zemrës, toni I zërit dhe eksitimi seksual. Do të thënë ai mund të jetë në cilën e mund të ndodhë. Në të vërtetë se a do pranoj ai të vijë Unazën apo jo? Po Unaza është removable. Po ti dea vësh Unazën edhe imagjino për shembull, o zoti ma, nëse. Nga këto si shumë. Jo, imagjino për shembull me ja dhënë një për shembull na ndos negocave që më jep ta provoj pak Unazën si tri. Pang, hop. Problem. Po. Ajo do jetë në gjendje që nëpërmjet emocioneve të ndryshme të tregojë ngjyra të ndryshme nga lart. Që ti ta kuptosh, pra, se cila ndjesi do ketë një ngjyrë më vete. Është si me manual, pra. Pra, do ta shohësh. Nëse është e kuqe, nëse është blu, është ma vjosur. Partneri ty nuk do të tradhtoj kur je ti me të. Si që ti shikosh ti ngjyrën. E po ti, kur të vjej në shtëpi, kur ke dyshime për çfarë ka bërë ai. E shikon historikun e ngjyrave. Jo, ti e pyet që ishte me atë. Ke tradhtuar sot, ai thotë, jo zemër, ndërkohë ai gënjen, ai po fillon pulson Unaza. Në momentin që pulson Unaza. Apo ke qenë nga si makinës së vërtetës? Po. Makinës së vërtetës, po Unazës së vërtetës. Jo, unë kam përshtypjen që të çonë një sinjal në kompjuter, është e lidhur me telefonin, diçka. Po, ashtu do bën të sens, pra. Po. Jo kështu. Partneri mund të ndërhyjë, thot, me gjeste të ndryshme ngushëlluese. Mund të flasë për gjëra të ndryshme të cilat mund të ketë si gënjeshtra të vërteta, ose të vërteta gënjeshtra, thotë tu. Çfarë bën tani? Si të ndërhyjë? Dhe ti këtu e kupton nëpërmjet Unazës në mënyrë shumë të lehtë. Ngushtohet Unaza? I kputet gishti, domethënë. Bora. Jo, nuk ngushtohet Unaza, thjesht I bëhet gati për t'ju kputur gishti nga ty kur ti ishe ngjyrën, po. Se po shikoj që është edhe gishti Bravo. Fiks. Dhe Unaza thot e mat shumë lehtë nivelin e eksitimit seksual. Pra, në qoftë se merr një ngjyrë të errët, kur ti jetë me partneren, do të thotë ama më ish Unazën dhe ajo do mendoj ç'a thot mërz. Pa, ose do ta shohësh përpara, domethënë. Do ta shohësh përpara ngjyrën që nëse është shumë e ndezur, do të thotë se ai është gati. Duhet ta heqësh Unazën përpara apo? Po kur e kemi përpara, nuk kemi nevojë për ngjyra për ta kuptuar. Po kaq. Do ishte tmeshme mos dizesh Unazën për shembull. Po për shembull të mos funksionon të Unaza, ti duke I parë vetëm Unazën. Ai ndërkohë shkreti. Puna është me bën ndonjë çek ndonjëherë. Dhe thuhet që kjo Unazë së shpejti do jetë një Unazë e cila do ketë mundësinë edhe për të treguar vendodhjen. Pra, këtu po. Por, si fillim, do jetë me pjesën e ngjyrave. Po, jo se nuk ka çifte që nuk bëjnë share locationin të njëri tjetrit dhe e shohin në realit se ku janë.
Unë kam ditur një qift Kjo më duket i cili shumë ka pasur deri vonë në ideali në makinë një GPS nga këto të vegjlit. Qa së ti? Po, një GPS nga këta të vegjlit që ja kishin vendosur poshtë sediljes dhe ai nuk e dinte, ja kishte vendosur e dashura. Dhe sa herë pyeste se ku është qift real që unë e njoh vërtet. Gënjente ai? E ka kapur? Jo, nuk gënjente. S'ka gënjur kurrë. Po, nuk gënjente, po në momentin e parë që gënjeu u ndan. Kur gënjeu se aja kuptoj, e gjeti, po ai nuk gënjente kurrë, kupton, vite tëra, po një herë që gënjeu mbaroi. Aq është një herë. Po se besimi. Më pëlqejnë vajzat e zgjuara. Ja kishte lënë GPS-in ajo poshtë edhe e ndiqte. Jo, unë mendoj që ajo ka dyshuar që në fillim. Për diçka, domethënë ka parë tipin e tij. Shiko, ka qenë një tip, mendoj unë, shumë xheloz, posesiv. Po, qëndron edhe kjo. Le themi për një kohë shumë të gjatë ai nuk e ka gënjur. Por kur ajo e ka kuptuar më pas, të vetëm gënjeshtër që ai bëri. Edhe ai tha që unë do provoja punonte GPS-i. Kam një pyetje. I tha ku je, ai i tha kam dalë. Sa mbarova punën dhe kam dalë, ishte në një hotel në fakt. Kjo e kuptueshme, po ku blien këto? Ku blien? Kokë, ta di. Mund të them tani këtu se marrin qafë gjitha ta veta. Po, më mbrapa. Jam sigurt që ne jemi më mbrapa, është e sigurt. Po, bravo. Mirë, ecim. Titulli tjetër. Origji. Kemi një udhim të gjatë përpara. Ja disa truke se si ta bëni kohën të fluturojmë. Do fluturoj. Një 12 orë avion për shembull. Pastaj ke dhe orarin e pritjes në tranzit, pastaj ke udhim tjetër. Si ta bëni? Koha të kaloj shpejt ndërsa jeni duke udhëtuar. Shkarkojmë filma. Playlista muzikore. Po. Ose dëgjoni një podcast këtu. Po. Një podcast të bukur. Po, e qartë. Së të pëlqeu podcasti. Po. Gjithashtu, thot, nëse jeni në avion, mund të bëni, thot, episode të ndryshme mund t'i shkarkoni nga seriali juaj preferuar dhe t'i shihni, se zakonisht në ato udhëtim ju mund të shihni një ose dy seri nga seriali juaj preferuar. Në qoftë se jeni në një udhëtim nate në det, me traget, me kroqere, me sido që tjetë, ju mund të angazhoni me lojra të ndryshme, gjithmonë qoftë se ju jeni grup. Po. Mund të blini lojra të ndryshme ose t'i merrni me vete. Mund të krijoni, le të themi, shfaqje të ndryshme tek të cilat ju mund të angazhoheni për te të fjeturit gjumë. Ka edhe raste për shembull që në fluturim ty ta mundësojnë këtë gjë. Po. Në avion ta mundësojnë. Të këto interkontinentale, normalisht ta mundësojnë. Ta mundësojnë, me përzgjedhjen e filmave, searchi, playlistat, ti mundësojnë. Nuk është nevojshme të kesh laptopin. Bravo. Për shembull ti mund të kesh harruar. Ti mund të kesh harruar ose i ke shkarkuar ke harruar ose bën. Mendova se pas ka linja që organizojnë lojra në avion, se thash. Po, bëj një lojë futboll, kalqeto. Jo, mund bëj një kalqeto me porta të vogla. Po thoja, për shumë nëse bën ture guida me guida profesionale në Shqipëri, ti brenda në autobus ke që të bëjnë lojrat të tilla. Mos është të tipit, ose gjejmë kush gjen X qytet, shtet, ku diun gjëra. Gjithsesi, një udhtim natë në det. Mos i bëjnë në avion. Do ishte mirë për shembull thot këtu edhe të dalësh pak te kuverta, të qëndrosh pak lart në anije. Po në anije. Të konsumosh diçka, të pish diçka për qefin tënd, të mundohesh të bësh një video të bukur. Ta shtysh kohën, domethënë. Kanë udhëtuar me anije, më kanë thënë që është udhtim i tmeshëm. Po, kështu më thonë mua. Ku e di si kam mundsuar se kam provuar. Kam udhëtuar 2 herë. Si është? Kam shkuar deri në Bari. Edhe është një udhtim që gjatë natës, gjatë natës është 8 orë udhtim. 8 orë udhtim. Nisesh në zakonisht ndodh që linja niset në 12 të natës edhe mbrin në orën 8 të mëngjesit. Po nuk është një udhtim problematik, nuk është se e kam bjerë. Varet domethënë gjithmonë se si është deti. Qofse deti është i trazuar, koha nuk është e mirë, normalisht që e ndjen. Mua më kanë thënë njerëzit që kanë parë dallgë gjigante. Ajo po, nëse është koha, po unë kam pas kohë shumë të mirë, ka qenë periudhë vere, kështu që ka qenë shumë. Por e ke fat. Nuk ndihet. Nëse është deti shet nuk ndihet. Nuk ndihet, patjetër, pa diskutim. Po, dhe nuk janë dhomat janë të rahatshme. Varet, duhet një person që ka eksperiencë më përpara, duhet të këshillojë se çfarë dhome mund të zgjedhësh. Janë disa dhoma që janë në disa pozicione të tragetit, tek të cilat ti mund ta ndjesh shumë pjesën e. Kam parë që flenë dhe për tokë.
Është më lezetshëm aty? Po, është më lezetshëm. Ai është tjetër. Edhe në për ato korridore. Për të tokëzuar me... Je për shembull ti duke qëndruar për qefin tënd, vjen dikush për të fjetur atje. Fap ja jep atleteve. Shtrihet dhe ti çohesh në atë moment. Mirë se. Nëse. Për ata që udhtojnë me makinë. Ky është udhëtimi më i bukur, shpirtëror, thotë, i brendshëm dhe shumë i këndshëm. Shumë i bukur është. Konsideroni radhën timonit. Bravo. Konsideroni opsionin audiobook, thotë. Konsideroni opsionin një playlistë të mirë muzikore, opsioni një podcasti dhe opsioni i të bërit pikniqe të ndryshme në vende të ndryshme. Ndalesa, pra. Pra, të ndalosh në vende të ndryshme të cilat konsumon diçka, mbase edhe një fushë të madhe, thotë që mund të jetë thjesht një fushë me lule të ndryshme që ti ndalon edhe pi diçka, konsumon diçka dhe pastaj hip sërish në makinë dhe nisesh. Për shembull tani pëlqeu fusha me lule. Po tani më çove për shembull është ajo rruga e Korç Voskopoj ose Korç Leskovik. Ka fusha të bukura. Ua, është përrall, është fantastike, sidomos në këtë periudhë tani kur kanë çelur fare pak ato pemët, është brilante, duket si shtetit. Si shtetit, po. Shumë e bukur. Edhe këtë nga Belë që keni ca peizazhe, kështu ngjasin. Po, edhe në Belë, shumë e bukur, kur ikën për Berat. Kur ikëm për Berat, po. Deri atje kemi rrugë. Këto më vinë ndërmend, po janë shumë të bukura, piktoreske. Ka dhe andi nga Kuksi, për në Theth, ka ca livadet shumë bukura. Është shumë e bukur. Okej. Sa po na hahet një lakror tani. Papa Francesku lëviz me karige me rrota, shfaqet pa oksigjen për herë të parë që nga dalja prej spitalit. Edhe për fat keq u dha një lajm ditën e dieshme që nuk dihet a do jetë e mundur që këto pashk të jenë me papën apo jo, për shkak të gjendjes së tij të rënduar. Dhe duket që ka një keqardhje botërore për këtë, pra për gjendjen e tij të rënduar, por kjo foto dhe video që kanë filluar të qarkullojnë nga dalja e tij nga spitali kishin sigurisht komentet edhe ishin në krye të gjithë mediave botërore. Është në fakt një gjendje tek e cila të gjithë besimtarët janë shumë keqardhur, siç e the edhe ti, është një gjendje tek e cila ai tashmë është një luftë shumë të madhe për t'ia dalë ta mbaj postin e tij edhe të jetë përpara të gjithë njerëzve që e kanë pritur. Flitet që është një pamundësi totale për të ecur, jo thjesht nga fakti që mund të mos të ketë më këmbët në gjendje funksionale, por edhe nga fakti që është shumë i rënë fizikisht, është shumë i rënë mbi të gjitha nga ana e mushkërisë, që ka qenë goditja e tij kryesore gjatë sëmundjes, edhe që nuk e lejon atë që të ketë një frymarrje të rregullt, nuk e lejon që të ketë një fizik të rregullt, prandaj që ka nevojë gjithkohës për një kujdestar, ka nevojë gjithkohës për një person që e shoqëron dhe e lëviz. Pamjet që kanë dalë të tij janë tetë shqetësuese dhe normalisht mendohet edhe kjo, pra që tashmë mund mos i kap pashkët e këtij viti, por që keqardhje për Papa Franceskun. Në fakt të gjitha mediat prisnin që ai tashmë prej kohësh në gjendje të përmirësuar të ishte prej kohësh, por që ai po shfaqet që nga dalja e parë nga spitali, po shfaqet në një gjendje të përkeqësuar në fakt. Gjendja e tij sapo vjen edhe po përkeqësohet, po rëndohet. Kështu që i urojmë shërim të shpejtë, ne të paktën mendojmë që ai është një nga ato figura që ka lënë një mbres shumë të mirë në Vatikan. Ka qenë pafund popullor dhe është pafund popullor është nga ato figura që e kanë dashur njerëzit që në fillim që në përzgjedhjen e tij të parë. Që kështu ne do të jemi vazhdimisht siç do jenë të gjithë, pra dhe në Shqipëri është shumë e reflektuar çdo lajm që ndodh në Vatikan edhe me Papën. Është nga figurat më të dashura të papatit në Vatikan që pas Benediktit. Benedikti ka pas një dashuri të jashtëzakonshme nga njerëzit, kurse Francesku është një pasardhës shumë i denj i Benediktit. E ka mbajtur gjallë, le të themi, atë shpresën e një papati të mirë. Okej, mirë, ecim. Lady Gaga i lë fansat pa fjalë me performancën e Pike në Coachella. E kemi video? Fantastike, kemi një video që nga ka bërë gati turista tashmë. Një video fantastik. Mund të shëndronim edhe gjithkohës duke... Ajo gjëja që mua më lë pa fjalë është fakti që çfarë bëhet andej është
është thjesht një botë tek e cila ne jemi shumë larg. Dhe çfarë bëhet, po dhe çfarë është ajo, çfarë flasim për çfarë flasim. Mos të flasim fare se çfarë është ajo, se ajo dihet është një. Ti thua edhe për përgatitjen. Po them për çdo gjë që ndodh atje, domethënë çfarë planesh janë filmuara. Festivalet super, po ndoshta më i mirë në botë. Më i mirë, po, si thuar pak deri tani. Absolutisht. Dhe artistët mezi e presin që të vi periudha e Coachellës që të krijojnë këto performancat që lën gjurmë. Edhe Lady Gaga patjetër që sidomos me këtë skenën e shout edhe vetja e saj para disa viteve në muzikë, me Lady Gaga që është ndëruar tani, një koncept fantastik. Mënyra se si ka lidhur të gjitha skenat, edhe koreografitë, edhe mënyrë. Zërës ishin 5 Lady Gaga në skenë. Ishte fantastik. Ishin 5 versionet ndryshme. Do të thonë, po shikoja edhe statuse artistësh, këngëtarësh, që ishin të shtangur, ishin të manitur, e thoshin që kjo është thjesht e frikshme në mënyrën se si bën gjë. Është e frikshme. Unë nuk e di nëse është ajo ideatorja, apo patjetër që ka një ekip të madh pas vetes, po nuk e di nëse është ajo ideatorja e duket sikur ka dorë, por është unike. Shiko, unë mendoj që edhe sikur mos ketë dhënë asnjë ide të vetme, vetëm mënyra se si ajo sillet brenda këtij festivali, se si sillet brenda skenës, nuk ka nevojë për asnjë fakti që është dhe aktore. Pra kur tha ajo që do kemu një super rikthim, pas ka pasur të drejtë. Rikthimi ishte më i madh se çka kishin menduar njerëzit nga paralajmërimi që ajo bëri. Patjetër se ajo u rikthye Lady Gaga vjetër. Pra ajo tha që unë do rikthej edhe një herë Lady Gaga në vjetër dhe do vazhdoj sërish më pas tek Lady Gaga e ri moderuar, edhe ajo Lady Gaga më klasike, më serioze e viteve të fundit. Po që Abracadabra ishte një super këngë e cila e solli atë totalisht në Lady Gaga-n e vjetër që ishte, por ende më cilësore, ende në një hap ende më cilësore. Po patjetër. Ndërkohë regjia e bën gati Abracadabrën, se për qef ta dëgjojmë pak se më pëlqen shumë si këngë, e ndërkohë ikim te titulli i radhës. Shohim, Nedim Bajrami nuk është më beqar, zbulohet bukuroshe, e ka rëmbyer zemrën. Kush është bukuroshe? Dhe Qenka, një super bukuroshe. Po, e vërtet. Është një super bukuroshe, në fakt, është nga Kosova. Më falni vetëm një sekondë se klikova titullin e gabuar. Ka problem. Nëse. Atëherë, bëhet fjalë për një lidhje që e ka me moderatoren e Kosovës, Lorina Dula. Janë munduar që ta mbajnë sa më të fshehtë lidhjen, por tashmë disa foto të tyre kanë treguar që mund të jenë në një marrëdhënie së bashku dhe që mes fushore nuk është më beqar. Është moderatore Lorina e një emisioni sportiv në Klan Kosova. Ska se si. Po, dhe gjatë kampionatit evropian ajo ka bërë buj në Gjermani me mënyrën e prezantimit të saj, me qasjen që kishte. E normalisht që aty mund të ketë qenë ai shkaku, ai shkasi le themi, që ata dy janë njohur edhe më pas. Pra është e qartë, do ti do njohësh njerëzit që ketë aty tek rreti, domethënë. Ka thënë ajo Nedim do vish për një intervistë. Bravo. Ka shkuar për intervistë. Po ja ta mendojmë, ka thënë ai, po ti ç'a bën kohën e lirë? Ç'a orë të vion? Ka thënë ai, ja ta mendojmë, ai ka thënë po me ç'a orë. Jo. Ka thënë, ta mendojmë në sensin që të vazhdoj pak më shumë muhabeti, mund t'i ketë kërkuar një takim para prak për diskutuar temat e intervistës. Pikat e bisedës. Janë takuar, kanë diskutuar për pikat e bisedës, kanë shkuar pastaj te pikat e kombëtares, pastaj kanë dalë te pikat personale, edhe tani pas kemi pikat përbashkëta. Ka shkuar te një pikë pastaj shpresoj. Po. Duket mua apo Nedimi është pak i ndrojtur si djalë? Nga këta të ndrojturit Kipri, Romina. Duket kështu. Mirë, zot. E thon nga një djalë. Po, patjetër. Po gjithsesi, sigurisht që do ishte një njeri që kishte një profil të tillë, që kishte një lidhje me futbollin. E ka thënë një shoku im në fakt që është muzikant, që është këngëtar, që s'mund të gjesh në botën e muzikës si një arkitekte, për shembull, është. Në botën e muzikës dhe të televizionit, ti të presësh që pa pritur të martohesh me një dentiste. Televizionit mos të thuaj se ka pafund të ftuar. Njëma po si të lidh jeta të lidha që... Ne e ftojmë në atë, varet të thuaj ti se kush. Atëherë gjurmoni një person, ju ma dini shien, ti të pak. Ti gjurmoj vetë, më boll të sjellim, mjaftueshëm të sjellim. Jo.
Po se kur s'ka. Po lere të shi kur s'ka ardi duri. Po. Fiks, ajo është, e diti. Ata abrakadabra magjin nuk ma bët. Jemi. Kur erdhëm? Erdhëm, tani erdhëm. Sa po erdhëm. Dhe mbi të gjitha, sa po erdhëm dhe... Unë jam duke o marrë me telefonin ndërkohë akoma. Ti e duke o marrë me telefonin, unë jam duke o marrë me kafen. Bravo. Ti bora, se po i bëja një kafe vete. Se ishim shtrirë pak, se po shionim se dhe sa po i bëra dhe një kafe rominës. Çuditshme që vetëm unë s'pas kam lëvizur vendit. Dhe mbusha aq shumë të kafen time, sa që nuk di do me thënë që të them, dhe jemi gati për një gjagjëz. Patjetër. Po, heshon. Ajde, shohim. Shohim njerë të vjetrën? Okej, ja, prit se. E gjej unë direkt. E bën më të vogël, pa e prekur fare. Bo, qa? Qa e bën më të vogël? E bën dhe më të madhë, pa e prekur fare. Qa? Ama ta themë. Ose e bën dhe të madhë dhe të vogël, pa e prekur fare. Po. Besimi. Bravo. Qa thua ti? Ba, u mundohë shumë bora, bërë shumë përkime për ta gjetur. E gjetur, Romina. Kjo është e vërteta. Je ti e vetëmje që e ke gjetur, se s'kemi pasur komente. Po, e çuditshme. Nuk kam pasur fantazi njerë. Me prisja më shumë komente. Po, nuk kam pasur fantazi, do kënë qënë zonë me një idasë, me një... Jo, ditë të them që kanë shpenzuar kohë mjaftueshëm duke komentuar të ftuar ditën e dieshëm, dhe ka pasur pafund komente, ka pasur dhe një lloj mbështetje për gjithë le themi argumentat që pati Almeda dhe Andi Vrapi në studio ditën e dieshme, gjithashtu edhe të ftuarit e tjerë që kështu janë marrë me të ftuarit. Tani 1000 komente nuk janë pak. Po bora, po unë bëhem xhelos kur nuk merren me gjagjëzën. Ose kam parë shumë të vështirë. Unë me të vërtetë të shmojnë shumë që ata merren me të ftuarit. Ne kemi 10 milion njerëz që klikojnë faqen e tjetër muhabetej. Po, drejt. Po, te gjagjëza unë bëhem xhelos, me të drejtë. Unë mundohem shumë që ju të keni komente. Hajde. Jam si derë që hapet e mbyllet, pa qeles, pa brav. Mos më ngushto, çliromë. Au. Çliromë? Jam si derë që hapet e mbyllet. Jam si derë që hapet e mbyllet, pa qeles, pa brav. Korseja? Jo. Nëse korseja, zinxhiri, do ishte perl. T'ishte korseja që... Je jashtëzakonshme, Romina. Jam si derë që hapet e mbyllet. Jam si derë që hapet dhe mbyllet. Mos më ngushto. Çlirom. Okej, mos më ngushto, çlirom. Po, regjia. Jo, 2 opsione nuk ka. Pa qeles, pa brav. Edhe pa qeles edhe pa brav. Sëndë. Nuk e gjem dot, Mos më ngushto, çlirom. Atëherë dhe njerë. Është koncept në një si ky besimi. Ta themi dhe njerë, po, bravo. E lëm pak në final gjagjëzën një lutem. Si nderimi. Jam si derë që hapet e mbyllet. Pa qeles, pa brav. Mos më ngushto, çlirom. Dhe... qoftë se doni ta çlironi, mund të dërgoni përgjigjen tuaj në Instagram, në Facebook, në TikTok. Letrat mund të dërgoni poshtë dere, sepse kam një kapacitet të kufizuar të emaileve që më vinë gjatë kësaj jave. Postra ime elektronike është ribezhani@nukesh-bllokova ende.mcn.tv. Bravo, shprani. Na ndihmoni dhe ne, na nxjerrni nga situata. Çliromuni dhe mua. Po, pra, deri nesër këtu. Po, bravo. Okej, super, mirë. Ikim te teksti. Ikim. Hajde. Një kërkojnë ndjes për kodën. E shohim. Kumet e ti alo, kumet e ti lajmëro, po të më gojë të alo. Kumet e ti alo është dafi. Unë isha për qefin tim duke pirë një kafe tani. Bravo, bëth mirë. Faleminderit, Segafredo, the best. Bravo. Hey, papi! Ej! Në men po më rinë ti. Ej. Baby, ti po më thu që mjep a lot, po për mu nuk o enough. Besom që veç po du love. Qa po thonë, nuk manin, but he's stuck on my head day night.
s'po muj me hek sa her a I nuk o knej. Silna, nuk mujun me gjet. Yo, my baby, yo, my only, për ty se shymi telefonin. Yo, my baby, yo, my only. Që ata që kërkun se merë, që unë t'a dho, se ti, imi ku mete ti? Alo. Alo. Ku mete ti, lajmëra? Po të mungoj ty. I know. Alo, Timo. Alo. Timo të presë e bugoni. Kaj që ishte? Dafi. Kjo ishte. Dafi, pa tjetë. Dafi në kohën e DJ Geek. Po. Okej. Mirë që të reguam pak shusa. Old and gold. është edhe ajo një tash. Edhe 100 më dafi, edhe 100 dhe të arti mbare I bebushi. Bravo, super urim, jesë tërvitur me urimet. Bravo. Do të thënë, s'do kesh problem kur të çohesh kështu në mes të fisit njerëzve që të urosh. Tani jam bër tipik I një burr I vlonjat. Tipik që ngrihen edhe bëjnë vetëm gëzuar gjatë gjithë kohës. Ta shifi gjatë fundjavës vetëm gëzuar. Bravo, ne nuk dim gjë. A Romina? Po, se vlonjatët e kanë atë në traditë. Ne nuk dim gjë që fundjavë nxjerr ky njerëzit për ditëlindjen e Shqipat. Ska gjëmi, Bora. Ne do dalim sot me të shkëti. Tu bën diferencat e njerëzës. Tu është. Të gjëm dafën. Se mos do I vinim. Okej, shumë interesante është dafën në gjitha këngët e saj. Mua më pëlqen është e preferuara ime. Okej, mirë, të ecim me të ftuarit. Pas pak, na vjen në studio Najada Frashëri, që është një super shef e kuzhine, që po bën namin prej vitesh në Itali, duhet thënë, për shkak të një lloj rëndësie që I jep kulinarisë atje, mënyrë se si ajo prezanton pjatat, gatimet dhe një lloj arti që ajo bën me gatimet. Gjithashtu ka qenë edhe pjesë e disa konkurseve ku ka rrëmbyer disa çmime, mos gaboj, por ajo vazhdon të ketë atë lidhje me Shqipërinë, vjen rikthehet, flet gjithashtu. Dhe sot ta kemi në studio për të folur për suksesin e saj. Dhe sigurisht nëse mbani mend që para disa kohësh ajo pati atë namin e madh për recetën unike të trahanas, edhe prezantuar në Itali me element modern. Shumë interesante është Najada. Ta kemi vetëm pas pak. Është edhe super tip. Okej, super. Pastaj, wow. Na vjen në studio Nëna Lenza, që ju e keni parë, sigur që e keni parë se është kudo në TikTok, është munduar të përshtatet në platformën e të rinjve, por aty poston foto me bashkëshortjen e saj, foto me fëmijët, video nga gatimet, videot nga glikot që ajo bën, zoj nga përmeti që është, ditë bëj rreth 5-6 lloje glikosh që do të na i sjell sot në studio dhe do kemi fatin ti provojmë nga duart e Nëna Lenzës. Do ta provojmë apo kompleta tipike. Do bëjmë si e shoqë vetë në TikTok. Mos ja thyej zemrën Nëna Lenzën, se ndoshta nuk e di. Okej. Mirë. Do I shpjegoj më vonë për sa. Po, patjetër, okej. Super. Po edhe historia e dashurisë me bashkëshortin, që me sa më tha ishte djalë shijaku dhe kishte me shumë merak që ta tregonte. Vërtet? Po. Super. Man kur I tregojnë të gjyshet ato historitë e dashurisë jam. I bëhet shefi aty ta kur flasum për atë. Sa bukur. Super. Okej. Më pas vjen në studio Selantina Çepi, e cila me profesion është infermiere, por është e apasionuar pas motorave, është një bish në motor dhe është shumë interesante se ka shumë vajza që patjetër e trashëgojnë pasionin nga jati apo ndonjë familjar që ka pasion motorin. Në fakt Selantina thotë që jo vetëm babi, por edhe mami një fanse motorit dhe ka qenë mami ajo që e merrte nga shkolla me motor, që në vegjëlitë të saj. Kështu që patjetër që familjare me motorin që pa diskutim. Kështu që na vjen sot me motorin këtu. Me motor këtu. Me bish. Me Giro është e zënë rradha po nejse. Ta di që veshëm një pantallon në një. Bukur. Ska gjë, ngjan më bukur me fund. Rikthehet ai, por që nuk është I vetëm, apo jo? Po, Shkëlzen Braha, ish oficeri I Reneas në fakt, I njohur edhe për pasionin që ka për kuajt edhe për këto dalje që ai ka bërë sa I përket edhe festave të pavarësisë së Shqipërisë, rëndësinë që jep ai historisë shqiptare, por vjen sot me Semi Brahajn me djalin e tij që është vetëm 7 vjeç dhe është fantastik. Unë nuk e di se si ka guxim Shkëlzeni që ta sjell në studio, se do janë nxjerrë të gjitha palarat. Ashtu, Më tregoj për pasionin që ka për kuajt. Palarat e prindërve. I shkreti Shkëlzen.
Semi ka pasion për kuajt patjetër se kanë ngjarë të atit, është ndoshta kaubojsi më i vogël në Shqipëri dhe emrin e kalit e ka Renea. Mos ja fut kot. Është shumë interesant. Flet anglisht rrjedhshëm, kupton spanjishten dhe është vetëm 7 vjeç. Të themi do hablas español, se deri këtu pastaj vazhdon vetë ai. Okej, qartë. Okej, super. Dhe më pas sigurisht është edhe hapësira e kuzhinës. Kjo ishte jeta edhe për sot. Po goxha jetë. Goxha jetë. Jetë e shprenuar sot e pas ke pas dorën e rëndë si për ditëlindje. Ikim të horoskopi, ikim. Dashi, mënyra se si veproni kur takoni për herë të parë njerëz të rinj është tipike për shenjën tuaj. Duket se keni gjithmonë një mësim për të dhënë, duke u bërë të prirur për të dhënë këshilla kur nuk është gjithmonë e dëshiruar. Mundohuni të pranoni pikpamjet e të tjerëve për një ndryshim. Demi, filozofia juaj e jetës vjen natyrshëm. Nga ana tjetër, tashmë keni një këndvështrim të thellë për jetën që me siguri e keni trashëguar. Do të ishte interesante që ju të zgjeroheni pak në filozofinë tuaj dhe të përpiqeni që ta ktheni atë në diçka konkrete. Binjakët, ju pririni të mendoni se detajet ju pengojnë të keni një vizion global, por kjo thjesht nuk është e vërtet. Nuk ka asnjë konflikt midis pamjes së afat gjatë dhe nevojave afat shkurtra. Thjesht mendoni se kjo e fundit i pengon të parës. Mundohuni që të mendoni për detajet që ju dëgjeni. Gavorja, pikpamja juaj për jetën ka ndryshuar dhe, mbi të gjitha, ju jeni më të vetëdijshëm. E kaluara nuk ju shqetëson më. Është koha që ju të bëni një shkëputje të pastër nga besimet që ju pengojnë. Ju mund të trondisni familjen tuaj, por ata do ta kalojnë këtë gjë. Luani, mos shikoni prapa, edhe nëse nuk shihni asgjë përpara jush. Ju duhet vazhdoni që të ecni vetëm përpara. Është e vërtetë që kjo është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet. Sidoqoftë, ndihuni të frymëzuar për ta provuar. Në aspektin sentimental do të ndiheni mjaft të frymëzuar. Virgjëresha, ky do të ishte momenti për të thënë po fatit tuaj. Jeni pak të frustruar sepse gjërat nuk kanë ecur përpara ashtu siç dëshironi, por në vend që të lini frikën tuaj t'ju pengojë, kthejeni energjinë e saj në avantazhin tuaj. Peshorja, qëndrimi juaj pozitiv do të veprojë si një bekim. Një lajm i mirë i papritur gjatë pjesës së fundit të ditës do t'ju befasojë. Sot mund të keq kuptoheni në lidhjen e dashurisë. Nëse ditët e fundit keni pasur vështirësi në punë, këto probleme mund të fillojnë që të zbuten. Akrepi, ndihma e një vëllai ose një motre do të sjellë përfitime monetare për ju sot. Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Sot aftësia juaj artistike dhe krijuese do të tërheqë shumë vlerësime dhe mund t'ju sjellë shpërblime të papritura. Shigjetari, ju do t'jeni në një gjendje mjaft të mirë shëndetësore. Ata pjesëtarë të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare mund të marrin në mënyrë të papritur fonde që do të eliminojnë disa probleme njëherësh. Fëmijët do të kërkojnë shumë vëmendje nga ju, por gjithashtu do të jenë mbështetës dhe të kujdesshëm. Briciapi, mendoni 2 herë përpara se të ndani informacione konfidenciale me dikë pranë jush. Ndoshta kjo duhet shmangur sot pasi mund t'ju zbulojnë pa dashje dikujt tjetër. Sot do të planifikoni të dilni me partnerin ose partneren, por një ndryshim i papritur planesh mund ta pengojë këtë gjë. Kjo mund të çojë në një debat të ashpër mes jush dhe të dashurit ose të dashurës suaj. Ujori, kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht nëse jeni të prirur ndaj hipertensionit. Përveç kujdesit për nevojat tuaja si individ, mos i neglizhoni nevojat e anëtarëve të tjerë të familjes. Në punë do të jeni energjik dhe të motivuar, nga fillimi deri në fund të ditës. Peshqit, inkurajimi dikujt do t'ju lejojë që të përmirësoni aftësinë tuaj për të fituar para. Gjithçka që ju nevojitet është të keni më shumë besim tek vetja. Përgjegjësitë familjare do të shtohen, duke shtuar kështu dhe shqetësimet në mendjen tuaj. Do të jetë një ditë mrekullueshme në jetën tuaj të dashurisë. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.
Jemi në studio, jemi rikthyer dhe tani me njëherë do të flasim me një ndër kuzhinierët më të suksesshme shqiptare në Itali. Najada Frashi është sot me ne për na treguar rrugtimin e jetës së saj, suksesin gjithashtu dhe lidhjen që mban ende me Shqipërinë. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirë se erdhe Najada. Mirëmëngjes Najada. Mirëmëngjes, faleminderit që më kemi ftuar. Mirëmëngjes gjithë Shqipërisë, edhe jam shumë emocionuar. Ju kërkoj ndjesë, po shpreh në mënyrë të gabuar pse kam ikur nga Shqipëria që isha 6 vjeçë. Jo, si 6 vjeçë. Jo, je shumë në rregull. Je shumë mirë, je Isha shumë edhe mirë. gjyshen italiane që më fliste italisht në shtëpi. Mbi të gjitha. Okej. E pas ke pasur akoma më të vështirë. Po, Kështu kam që shumë dy fish dëshirë. komplimente për Shqipen që ke. Faleminderit. Ndërkohë mund ta shijosh kafen Segafredo, nëse bene. nuk ka problem, mund ta shijosh gjatë emisionit, ndërkohë edhe që të bëjmë edhe bisedën. Unë e thash edhe pak më herët, ti suksesin tënd e ke ndërtuar të gjithin po themi në Itali, suksesin në kulinari dhe atë që ti e prezanton kuzhinën tënde. Kur e nisi ti pasioni për kuzhinën, se duhet jetë një pasion mbi të gjitha, apo jo? Kuzhina shpreh në mënyra të ndryshe për arsyen që të gjithë gatuan, edhe mund të jetë si punë, por konkretisht e kisha që në kohët e Enverit, se më kujtohet gjyshja Maria në shtëpi ke Shallvaret ku linda, që gatuante makaronat edhe të gjitha, edhe unë i shkoja nga mbrapa dhe më vraponin pse haja shumë veza, edhe kërkoja të gatuja më çeftas. Kur isha e vogël. Pra ke pasur pasion që fare e vogël. Po çik fiksim është problema. Fiksim nga gjyshja, pra domethënë shihje recetat e gjyshes edhe aty merrja atë kënaqësinë. Po, të shikoj që të ndryshosh me duart tënde diçka nga zero, nga një vezë, mund të bësh një sufle. Edhe ky sufle mund të ketë edhe forma të ndryshe, me shije të ndryshe. Pra ti krijon, me disa produkte ti e krijon nga hiç, pra le të themi kështu. Kjo vjen me kohën. Po në fillimet e tua që janë recetat që ndoshta gjyshja ti ka mësuar edhe ti Makarona, ato. vetëm makarona, ndonjë recetë që ndoshta e kishte mësuar dhe gjyshja nga Shqipëria dhe ndoshta me elemente të tjerë që e përvetësonte si thua si recetë dhe ti e ke marrë prej saj. Recetat po, konkretisht mua më kujtojnë makaronat, edhe nuk kam shumë kujtime për recetat të ndryshme, se pasaj kur isha i vogël, edhe lëvizëm nga këtu edhe në Itali ka qenë, do me thënë një periudhë që ndryshonin shumë gjërat, po më kujtojt ajo ngrohtësia që të jepë kuzhina, do mund të kesh situata ekonomike ndryshe, sociale ndryshe, kultura ndryshe, po kur ulemi që të gjithë jemi së bashkë. Të mbledh ushqimi, pra të mbledh gatimi. Edhe ato distancat, neve tani po të hajmë, neve sot u pamë, fizikisht, neve po të ulemi tani në i tavolinë, do në afroj. Se unë do shikoj... Do bëhemi më familjar, më miqësor, po, patjetër. Po, shikoj gjasme që djalin ose tihani në mënyrë paka shumë si e imja, edhe në nxjerr më të mirat. Kemi një tashie ndoshta për shembull. Gjem veten, po bëm miq pastaj. Shumë interesante. Po ja, edhe tani ju keni buzëqeshur. Se po flisim për gjërat që na pëlqejnë. Për ushqim, aty jemi në rregull. Pa diskutim. Po kur fillove të marrësh atë, le të themi atë bindjen me veten tënde që në Itali po ja dilje dhe doja dilje sepse ti sillje receta ndryshe nga ata që gatojnë. Ne dim shumë mirë që në Itali ka shefa kuzhine shumë të mirë dhe mbahet kuzhina italiane si një ndër kuzhina më të mira, po si arritet ti të spikasësh, ti je ndryshe? Atëre, unë arrita të spikatur, që të spikatur pastaj s'është kur një spikatur, pse është gjithmonë një po ta ke vëre edhe në çdo profesion, mund të arritësh lart, po ke gjithmonë për të mbajtur edhe për të mësuar, eksploruar, për të sjellë, patjetër. Edhe pse kështu dridhem çik kur thon artist ose kur thon fjala të larta, por konkretisht atë që unë kam patur, që kanë edhe shumë njerëz që njohë, është uria të mësosh, edhe çdo punë që të bësh mund të jetë edhe madhe, mund të kesh edhe nuk e di Alda Fendi, që të bën brava, ose ato kritici që të vendosin pastaj çmimet. Që ty të është dhënë mundësia të gatuash për personazhe shumë të njohur, për personazhe shumë të rëndësishëm, qoftë në botën e modës, po edhe atyre të spektaklit. Po, kohën e fundit bëra Carnevale di Venezia në pallatin në Canal Grande në Venecia, ishte Carnevale me një klienti im Aleksandrë. Aleksandrë është një nobile, si thuhet nobile?
është familja jo princë, por... Po, hajde Tani s'po na vjen nobile, po e dim se çfarë. Venecias ka qenë ditëlindja e Valentinit. Një nga fisnikët, pra, le themi, si i themi ne. Po, kemi ditëlindja Valentino stilisti. Valentino, kishte marrë me... Ka restauruar Terme di Caracalla në Romë. Është një nga siti artistikë më të fortë që kemi në Itali dhe pastaj në botë. Edhe aje ka restauruar edhe i kanë dhënë leje të festoheshe ditëlindja, edhe ti kishim marrë, ishte një catering edhe i vajta dhe unë si në suport edhe bëm së bashkë. Ishte 130 kamerierë, ishin 850 njerëzë. Edhe janë evente veçante, edhe ti ke... Me shumë pesh, me përgjegjësi, po. Si është përgatitja e një eventi të tillë? Se janë evente që ne nuk i hasim në përditshmëri dhe nuk i shohim shpesh. Çfarë lloj përgatitje do nga ti? Sa kohë të duhet për të përgatitur menun base, për të përgatitur mënyrën se si të funksionojë në mënyrën e duhur pra ky si event? Po, janë evente të studiuara në detaje shumë të thella, mund të duhen nga 4 muaj a 2 muaj për eventin, po 2 muaj që ti punon natë dhe ditë. Edhe studiohet nga për masa e pjatës, merret masa, unë kam gjithmonë 1 metër në çantë. Edhe matë pjatën? Jo, matë pjatën, po matë sa është tavolina. Po, tavolina, shumë interesante. Studioj, do me thënë, unë nga ty... Po, distanca e qëndrimit, tavolina sa do jetë e madhe, pastaj çfarë do vendos në qendër, sepse s'mund vendosim diçka të lartë, se pastaj ne dyja nuk shikojmë. Dhe pjesa e dekorit. Po, se këtu në Shqipëri për shembull nuk matet kjo gjë, do të vendosin 5 pjata aty, të vendosin edhe një shandam përpara edhe një pjatë kështu gjigande ose lule, edhe ti nuk e ndërton komunikimin dot. Prandaj po të pyesim ne kështu me si mund ta masni juve. Kjo është rrezen e pjatës. Përfshihet jo vetëm çfarë do ha, po edhe çfarë formë, çfarë ngjyrë do ketë, si do jetë edhe tavolina, se janë disa... Ju gatuani edhe në koreale, të tipit që çdo ushqim duhet jetë i ngrohtë, apo ka dhe ushqime që para përgatiten, kur flas për evente kaq të mëdha? Ka ushqime që para përgatiten, disa guarnicioni që thahen, edhe ka disa gjëra që bëhet gjatë me një risotto e bën momentin të fundit, kur ishim më duket që ishte Valentino, u bën 60 kg risotto edhe ndërtova 10 guzhinier me induksion edhe unë kisha megafono edhe doja hidhni me instruksione hidhë niseshin e gjithë kishin zjarrin 8 gjasme 8 ishte lartë 3 më duket po du me thënë 3 pastaj kalon një 2 mbrapa dhe vendosni lugon e ujt që gjithë sinkronizuar edhe pjatat ishin të futura në disa furra pjatat madhe i bëm në pirofila në si thuhet në pjatanca të mëdha madhe edhe ulurit të nxirr një pirofila në të ngrohta edhe disa guzhinierë pse ishin 25 disa hapën gjithë ato tjerët erdhën një super koordinim domethënë dhe shumë angazhim. Pra kjo është detyra jote mbi të gjitha më e vështirë me sa duket paktën është që ti të koordinosh të gjithë që të jetë çdo gjë reale të funksionojë. Po, është një simfoni është e bukur se kalon një. Po, është adrenalinë. Je si dirigjent. Kështu është një muzikë, se pastaj merr formë shpejt një diçka që ti e ke punuar për të mund, pastaj e ka mbaruar dhe s'ke kuptuar që ka ndodhur. Ka ndodhur ndonjëherë që të çedojnë ndonjë situatë, për shembull shkudion është djeg mishi, skart mishi, është zvonuar furnizimi, që ju ka vënë në siklet. Aspetta, po ka ndodhur që kisha darkën e dasmës e Benetton, edhe për mbrëmje me familjes Umbledhën që ishin 24, edhe nuk gjeja il Granchio është ai Gaforia, edhe nuk e gjeja e ishte bërë 7 të darkës edhe nuk gjeheshe, edhe unë 8 kisha njerëzët. Edhe po ja dola do me thëmë, se në çdo gjë ja del. Si ja dole, improvizove diçka? Jo, nuk improvizova. Mora fornitorin i thash nuk po gjej ku është atë, majtë sjellur, pse unë kisha një event në qytet tjetër edhe erdha momentin e fundit. Edhe më tha, digjo, të kërkoj ndjes, nuk ta kam sjellur. Prit një sekond, mori disa restorante tjera në telefon që kishin, dërgova ndihmë së tim ke restoranti, e morën edhe erdhën, edhe unë kisha filluar, edhe atë në kohën e fundit. Shqyri ishte diçka që s'donte para përgatitje, pse po e do e kuptoja edhe unë më përpara. Pra, sigurisht. Edhe nuk pranohet gabimi e man, jo.
Ndërkohë, cilat kanë qenë ato receta ose ndonjë recetë shqiptare që e ke prezantuar me krenaritin në Itali? Unë kam... Përveç makaronave. Unë kam dhe bulet shumë, tani, se njerëzët kanë mendime të ndryshe për trana. Të identifikon kohët e fundit, aq shumë sa ki folur për të. Jo, e kam... Më vjen i natë që tranaja është qumësht edhe mjellë, ose mund t'i vendosen perimet, kush i vendos veskë, se është e ëmbël, është e athët pak, ose e thartë. Po baza është qumësht ose kosë edhe mjellë, po nuk është diçka tjetër, sa di unë. është me pasur se sa makarona, po ta mendosh një përbërësi. Edhe është gjyna që unë shkoj në shumë restorante, nuk e gjej trahananë. Si tranaja është një bazë. Makarona, pse italiani ka bë makarona, u bë makarona e famshëm. Ti vendosëm çdo përgatitje. Mund të kesh një menu me trahana. Në fakt në Shqipëri mund të ketë disa restorante që kanë futur kohë të fundit, si tip nostalgjie. Për mëngjes të paktën, si gatim. Është interesant. Edhe një menu, shkojmë në të ngrënë edhe kemi primi, pjatë para. Edhe gjejmë trana carbonara, trana amatriciana. Të paktën ke 3-4 lloje, pra opsione. Edhe ke tëndën. Dhe si ishte ai momenti kur ti e prezantove si recetë? Ti e risolle apo e gatove ashtu siç gatuhet në Shqipëri? Jo, shumë thjesht. Kam provuar, nuk gatimet që bëjnë anvisat unë jam me kujdes me mos i bë, pse për arsye që janë ato zonja që vetëm mund të më mësojnë mua konkretisht. Të mëson bazën dhe pastaj ti alternon dhe si edhe një mënyrë më moderne, fut elemente. Unë atë kisha bërë pse isha në një event luksuoz, në një vend luksuoz, edhe thashë të prezantosh trahanan është çike delikate, po për që të futet çik në treg diçka duhet të shkosh ke sferat më të larta. Edhe e bëra me tartuf të bardhë, me kërpudha edhe flori sipër. Si që të ishte më goditshme nga ana psikologjike. Edhe një tjetër e bëra gjithmonë me flori, pse të kap shumë syri ai flori, edhe një gjë shumë të varfër, kur e vesh me një veshje florir, në qik e harron ose je më i gati ta pranosh. Edhe karkalecat papjekura, tartarë, karkaleci papjekura vendosa. Edhe ka qenë e mirëpritur, pse pastaj në shije ja kem prezantuar edhe një vend ex-ministër italianë në Shqipëri që erdhi për darkë, ishte shoqata Associazione Italiana Coltivatori, kishte organizuar për javën e kuzhinës italiane në botë në një hotel, kishte organizuar një event me ambasadën të madhe dhe pastaj u mbledhën për darkë. I bëra një darkë dhe ishte kjo trahanaja e gjithë u surprizon shumë italianët. Tonin gjithë bisë, edhe erdhën në kuzhinë, sa e mirë, në e sjell akoma, konfidencë shumë të madhe, njerëz që nuk isha parë, u përhapën edhe erdhën aty me... Ja, kjo është trahanaja. Fantastike. Këtë ke bërë me... Që ke bërë me gafore, ishte, apo me aragosta? Këtë e bërë në vajta për të parë një produkt që u emocionova, edhe dëshirova të gatuja. Atë e bëra me biskë, bëra një lëngë me trupin të aragostës. Po, ja mora shijen, po ta pjekësh pa brëndshmën, pa pjesën që hahet, vetëm me kol karapace. Bëra një lëngë që quhet biskë, është baza, është shumë e mirë, ja këshilloj që të gjithë, se ti mund të gatush një pjatë makarona, pilaf o trahana, me një esencë peshku edhe s'ke peshkun. Po pra. Po aman të emocionon. Ndjesin e ke. Shumë e ke. Se ka më të koncentruar. Kjo aromatizimi mishit, këtu fantastik, kjo metoda. Po, aty ishte argatus, pastaj e preva mishin edhe ja vendosa si për kockët, se ishte shumë pjekur. Edhe bukur që tavolin. Me çfarë erëzash janë aty? Tavolin, tamam. Atëre, aty kemi marrë origan, rozmarin. Po. Trumz ishte ajo, po? Jo, trumza paktën speta, një mix. Salvia. Nga tani nuk je. Të gjitha. Shumë e famshëm këtu, prodhon shumë, eksporton shumë Shqipëria salvia. Mos është kështu, po. Në duke se njoj me të njëjtin emër, në mos gaboj. Jo, shpirt ka i tjetër. Por ajo ishte nga këto të familjes së Mentes, ndoshta. Nuk më vjen. Okej. Gjithsesi. Okej, po. I tham ato dhe pastaj i mbështetëm mishin, pse nuk e mund. Sherebel, apo? Bravo. Okej, se e përkthyë.
vinto un caffè. E për këtë, grazie. Pra, e shikon që është një gabim që ne kemi Ishim në rregull, po patjetër. Po, edhe origoni, edhe piperi, kemi disa erza. Kemi shumë gjëra. Kemi autentike. I dërgojmë në Itali, kam një shoqe që ka kompani eksporton në Europë, edhe jashtë Europës, edhe vlerësojnë shumë erzat shqiptare. Piperi është shumë i fortë, e përzien piperin tonë, e përzien me piperët të shtetet të tjera që janë më pak të egër. Për të neutralizuar, shumë interesante. Ndërkohë në Shqipëri vjen her pas here për projekte, sa i përket ushqimit, apo edhe arsye personale? Arsye që më solli në Shqipëri kanë qenë personale, për arsye që mami është rikthyer në Shqipëri, edhe duke qenë si thuhet se dua të bëj figura të këqija. E thrasim pjeshkë këtu. Shumë pozitive. Okej. Shumë aktive, do me thënë, pozitive. Është e mbajtur. E qef, do me thënë të rishë, se nuk... Të tillë shprehi për mamin, era parë që të gjojnë. Fantastike. Po shumë e bërë. Jo, shperë shumë në rregull. Mesazhi ta. Edhe të bërish të vish bashkë me ta shoqërosh, pra. Ka disa shok mami që janë shumë pozitiv, shumë mirë, shumë shok shoqëse. Janë njerëz shumë pozitiv, do me thënë, edhe kur vija këtu ishte kënaqësi. Tani do vish më shpesh, pra. Po, kam edhe disa projekte pune, duke këtu kam marrë projekte shumë të madhe, edhe kam dëshirë, pse tani u bë Italia dhe Shqipëria nuk janë... Mua më duket e njëjta shtëpi. Unë kam pasaportë italiane dhe shqiptare, rezidencën e Shqipërisë në Itali. Unë dje mëngjes erdha nga Venecia, edhe më duket e njëjta shtëpi, nuk di si të them. Nuk bën dot ndasin, pra. Jo, vetëm që kur hec në Shqipëri, ndjejen e shtëpisë, edhe pse s'kam rritur fare. Kur shkoj në Itali më duket shtëpia. Kur jam këtu është ndjenja e shtëpisë. Unë hec edhe kam një ndjenjë, edhe duke qenë me ju, që është ndryshe, nuk di si të them. Atje në Itali është gjithmonë puna, edhe pse kam shokë, që të dush, por... është tjetër gjë kur na jata vjen në Shqipëri. Jemi më mikpritës, më të ngrohtur, thuash, ndihesh. Mund të jetë që jam lindur, pse ka shumë vështirësi në Shqipëri tani edhe është edhe gjaku patjetër, ka shumë, po, edhe fakti që ke lindur në Shqipëri. Gjithsesi, një lajm i mirë është do të kemi më shpesh në Shqipëri, në Tiranë, dhe do të kemi edhe më shpesh në studio. Po, unë shpresoj që do ju kënaq se kjo prezenca ime do jetë një vlerë shtuese. Po patjetër, Gjëja që na shkon mendja tani edhe që patjetër do donim do ishte që një herë tjetër në një intervistë ne të kishim një pjatë tëndën. Po. Një pjatë, atë pjatën më të mirë tëndën. Do ta planifikojmë edhe pse jo. Do ta gjejmë diçka patjetër. Ti bëj diçka të ftohtë mbase. Ose. Nëse na jeta. Faleminderit shumë. Okej, atëherë me kafen po përfundoj. Po, bëf mirë. Do të bëj mirë, faleminderit shumë. Të presim sa herë që ti të jesh në Shqipëri, do jetë shumë kënaqësi. Super histori suksesi që ka gjithmonë emrin e një shqiptar ose një shqiptare. Ikim në reklama, kthehemi pas pak. Jemi në studio, jemi fikse ashtu si që thamë, dhe në fakt e ftuara kam bërritur dhe është pozitive, është shumë e dashur, fillon për bëjmë qikë muhabetet ashtu si që në ka hije për të bërë muhabetet me një gjyshe me një zonjë, ka shumë të mirë, sa në Nalenza, kështu si shty të njojnë në TikTok. Apo jo, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe në Nalenza. Më pëlqeu kaq shumë kur ti the që më ka rinuar mua tashmë kjo ndjesia e re. Është e vërtetë. Faleminderit për Me shumë qef që të kemi në studio, se ne të shikojmë që ti poston në TikTok, jo vetëm video gatimesh, por foto me bashkëshortin, me fëmijët, jetë 8 herë gjyshe, ke një jetë shumë të lumë për ato punët në fshat që ti bën, këto glikotë nga t'ja marim, se kemi bërë studio. Nga t'ja fillojmë. Na kësi glikotë, lumë shënduar, tani po i shikojmë nëse pastaj do t'i provojmë nga pak. Po, unë jam nga Përmeti dhe ne kemi tradit, kështu që tradita nuk i qëtë asë njerë. Po. Dhe ti të bësh shumë lloje glikosh, ne kemi aty disa prej tyre, apo jo? Po, që janë? Me ara. Të shi më 1 maj ose më 5 maj fillon në ara që e mbledhin, që të bëjmë përsëri. Që t'jetë e njohur. Unë s'kam mbaruar të vjetrën. Me portokall është? Do i futësh pak arë të thatë, që të shijoj më mirë. Pastaj kemi me fiq të egër, që umblodhën të shti.
Plona, unë një 200 kokra. Ajo me fikë do t'jesë fantastike. Ajo me fikë është fantastike, është më klasike që ju. Po e bën edhe me ara, po deshe i fu dhe bëja me thatë, po deshe dhe lajthi. Bëhet me të trija. Po, ti ke bërë kështu, të thjesht. Pastaj me portokalli që unë atë e pëlqej më shumë, po mbret i likove është ara. Po. Edhe portokallin unë e ha vetë, them drejtën. Është shumë e mirë. Ja ne po shohim dhe videot si ti e bën. Në çdo mëngjes nga një, ë? Më shijon. Fantastike, super. Me atë kafen, po. Jo, me pak vaj ulliri përpara. Pastaj ja e rregulloj shijen. Kafen unë e pi në ora 10, se gjumi më del mi 6. Po mere me i qik me telefon, me i qik me i qik TikTok. Tani kafen ti e pi me bashortin. Ma bën ai kafen. Ata bën të mirë kafen, këtë do më tregosh. Ta bën të mirë kafen. Shpi, kafe që bë burim nuk e bë asnjë në botë. Mërë, qarë, e kupton ti? Një kafe. Jo, unë sa ja bëra unë e shkojnë, shalla e kam bërë një përse ka frejtë është e mirë vetë. Shaj, se unë nuk e mësuar të shaj. Po, si bashkëshorti nuk e ndronë. Po ja. Është mësuar. Nuk e ndroj. Bëjë sa ka, i them, do m'japësh divorcin, s'ta jap kur, thot. Tani që mendon ai që ti je në TikTok, që ke hapur TikTok, që bën video? Ai thot, derisa kjo ndihet e lumtur, edhe ndihet me qetë, bëj punët njerë, i marr punët me radhë. TikTok është për ne pensionista, drejt ma. Ashtu, për këngë, për video, unë për vete bëj video. Po si ke hyrë në TikTok, se edhe ne të rriqë me zdi jemi mësuar ta përdorim? Do ta them unë, po unë të thash dhe në telefon që kam qetë me i djallë të vogël 12 ditë. Po, që kujdesesh e për të. Të përqet TikToku, unë nuk e kam ide, në thashun, po bëj qërë dua, sa i dinte shumë telefonin. Edhe i ma mësoj, edhe unë kam qef kur i zbukuroj vetë. Ja këtë që jam me burin për shumë. Kusht i mëson që i mësova se mësoj e i. Edhe dit i bëj. Unë nuk rirat, po sa da 5-6 video në ditë, unë nuk bëjtunë, si la jenët. I lexon komentet? I lexoj dhe ja u kthej. Gjithë me zëmbra. Kam nga Dubai, më përshëndesin nga India. Në Palestina, Greqia, Turqia, kam shoqe në Saranda, rinë në Itali. Shoqe që ke bërë nga TikTok, bravo, fantastik. Kam shoqe që më kanë dhënë numrin dhe flasë në WhatsApp. Kam një shoqe, është e re, jo, po më thotë nën, është në Makedonia, martuar në Elbasan, e përshëndes Nora. Keni kryuar një komunitet, kam shumë shoqe edhe shoqëri. Ti më thej që të gjithve i komenton me zemra. Po atyre komenteve që nuk janë shumë mira në base, se gjithë kanë një koment negativ, një koment keq. Kam atyre negativ, kur isha në fshat, i pa në gomar. Se babi im kishte gomar në përmet, edhe unë e vogël ipja. Tipi dhe njerë këtu, se mori mali. Nostalgjia të ke fundit. Gomari në fshat është si makinë. Po si më shkruajti një mua, se nuk e makinë që ipën në gomar? Unë se kësha letëzuar, më merë gocë e vogël në telefon, mami i që video se të kam bërë meme. Aba unë si shala kur i këtë Po, që më tisë të bëhet Në gomar i ba. Shkajtë mua nuk i ka në regu, se gomar në fshat duhet. E disa të drejt kene na për zotin, edhe unë të isha njëtën gjë do kësha bërë. Po, bravo, të ipi edhe ti në gomar. Unë jam e sinqertë, nuk gënje dhe s'doa të më gënjejnë. Nuk gënjej asnjëherë. Ato që e them. Po pra ti do t'jesh e lirë dhe të publikosh çdo gjë që ti bën nga jeta jote. Po bashkëshortin se ke pas shumë pronë fillim, që kur ke postuar videot. Neve të dy, shkojmë në fshat, unë bëj punime lëvizje, a i më filmon. Tani po. E kuptuam kush është dora pas kamerës, do me thonë. Kë, kë djali për shjako. Shiko, kafen e mirë, kafen ta bën të mirë. Video t'i bën, po alamet zotrie, pra? Ju jeni marrë me dashuri, si jeni njohur? Ne të dy jeni marrë me dashuri, kë ka qenë ushtar në kofi. Të shndrisin sytë kur fillon flet për të. Edhe më vjen keq se jam e la 12 vjeç, edhe unë gjithmonë i kam denjtur pranë. Gjithmonë. Për çdo gjë. Edhe tash jemi shok. Po ku jeni njohur fillimisht juve? Ku jeni parë për këtë? Ishte ushtar në kofi të Korçës edhe e kaluan në përmet. Sa ran ka lëvizur. Edhe babi thoshte që biografinë e shikonin atëre. Patjetër. Ka qenë kohë. Familjen i kujtosh, po patjetër.
Një ditë për ditës kë kalon me një shok, ishë këmputur komqa. Mi po ne në shpi në përmet ishim fukarenjë dhe gardet me fera, me gjëmba. Po e regulojnë me maman unë. Kalojnë të dy dhe si kaluat mirë. Po nëne i thotë mamas time, unë isha 17 vjeç. Si ajo moshe ma e bukur ma. Pa tjetër. Krapu im, ke parasysh isha si... Jo se si aso. Kini bërë bustë kuqe, që unë nuk i dua bukur. Po ti e yll, Po nuk i dua asnjëherë bustë kuqe. Po ja, tani do në televizor, duhet i E të rëndë. Baba thot buri. A i do thot që është kjo yll që kam. është mësuar a i dhe ba bustë kuqe. Po. Të lutem, do më japësh një gjilpër të qep që këtë komqën? Po se qëllim ishte për mua, a ishte për komqën? Unë nuk e di, se në atë moshë nuk kuptoj. Nuk e kuptoj atëre, pa. Shko mire, tha mamaja ime dhe shkoj mora gjilpërën të vëndi ku ishte. Ja dhashë, tha mamaja je, mere dhe mos e cilë ma, ta kesh. Po. Jo, tha, i do të cilë prapë. E qep janë dhe e kështë cilë. Ta shti kuj mua më kështë vëzhguar. Ku ikje, kur i dhash gjipër, më shtëngoj darën. Më shtëngoj darën. Opa! Kishte ushtari bukur. Kishte një nishan këtu, kishte dhe një nishan këtu, edhe unë e pëlqeva drejt ma. Tezja do më fejon të më Tiranë. Unë thash nuk do Tiranë. Në Shijak dhe Pik dhe ti? Jo, këmë tha jam në Durrësi. Unë i thash, jesh ku të jesh, mirë tha, dhe të rëmbeta. Në asnjë mënyrë thash unë. Nuk ja ullë kokën babit, se atëre ishte më shumë u bëni me rëmbime. Po. Kemi shumë histori, edhe gjyshja ime ashtu e ka histori. Kurse të ashtë i rinë bashkjetesë, një vit, 2 vit, njërë me këtë, njërë me të, iku jeta. Atëre ishtë investika, po t'i jetë një fjallën. Po. Edhe me se fondë të tjera. Se kryo e familje, me ndoje për më gjërë. Dhe ti ja dhe fjallën. Ja dhash fjallën unë, po si ja dhash. Kuj gjeti anën të gjëgjaj im në përmet, ku unë shkonja merje bukën të fura, ne s'kishim televizor. Gjagji ishte më në gjëndje. Unë para se të merje bukën, shivi në një kukull, në një televizor, në një lajma, në një emision. Edhe, këj e zuri shok gjagjin tim, edhe i thotë këshu. Djalizgjuar. Gjagji, shumë i zjuar. Kalan nga brënda. Amori kalan nga brënda. E shikon. Edhe Gjagji i thot babit, kur ishan me babin në shpi, mamaja kisha në Tiranë, po për problemin tim që të më fejoni, po vinte këj. Po babi thë shunerë e ju shtari, shko mere tha se për ty ka ardhur. Babin e kam patur gjithmonë në krah dhe i kam dhënë në krah, po asnjë se kam prishur prindërve. Që të them pra e treguar korrekt edhe me prindrit edhe prandaj edhe ata të mbështetën. Nuk ma kthejnë fjalën kurrë. Bravo. Kanë respekt. E kemi patur ne, edhe kam pat 2 prindër të vujtshëm, po me zëmër të madhe. Me shoqëri. Si që ishin ata me shoqëri, ashtu jemi dhe ne. Unë kam shoqe pa fund. Dhe dashuria triumfoj. Pastaj u bët bashkë. Mbaroj puna. Babi erdhi aty. Si mbaroj puna? Kur mbaroj puna? Mbaroj puna se i tha ky më sill çik njerëzit e tu. Kur ta tha bashkëshorti, si ka emrin njerë, ta pish pa tjetër. Edhe të bëft mirë. Ne s'ta bëjmë do ta ishtë mirë sa të burrit, po u munduam. Prapë i dytët. Vëndi dytë. Dhe si e kishte emrin bashkëshorti që ti drejtojnë? Skënder Plaku, Skënderi. Tani, zoti Skënder... Si Bilbil. Unë isha Thëllonza, a ishte Bilbili. Kam bërë dhe një vjesë, ullë kur marroj e punët në fshat, kur isha nuse, ere isha në njën e Dardhës, më kujtojnë sa erë që shkoj, edhe mora një lapsë infletore edhe e kam bërë aty ky Bilbili, vjen në rotull, këndonte për një fëllëzë. Apo na e thuaj, do ta lexojmë. Do ta lexojmë. Okej, ata gjejmë aty tek. Edhe erdhën njerëzit, vjen Vjeri, Xhaxhai na Durrësi, që sot nuk jeton më, edhe Nusja. Dhe kur ta tha tani zoti Skënder që ishte nga Shijaku dhe jo nga Durrësi? E thanë ata pastaj që janë në fshat të Shijaku. U shgënjevin që nuk ta kishte thënë vërtetë? Unë në fshatin e kam patur qef, drejt më. Motra e madhe, ishte ma e... Nuk që e shkazët sa unë, ti do bjesh në fshat, i thoshin në saja. Kjo do bjerë në Tiranë. Unë thoshin, jo, vijen Tiranë pushime në një... Po e kisha shefin të fshatit? Po se kisha idenë për të martuar në qytet. Unë qytet isha në përmet. Do një fshatin e do një shumë.
Edhe aty ku ishte burri, aty shkova dhe unë. Ndoqë dashurim, pra. Po, dhe ta themi kështu. Mi po zjeta vjerë, kur vajta nuse, që kemi zbritur në makina, se dojnëm 2 vjetë fesë, kur u bëra nuse në përmet më vdik gjyshja ime. Disa gëzonin për mua të më shiftin nuse, disa shkonin në Vareza. Të në të njëjtën ditë? Po, unë do ditë që të djelën data 10, ditën që u vishë nuse, so vishëm 4 ditë për para, nuse, më veshën mua, po, pa këngë pa valle. Nuk bërë dasën, pra le të themi. Kurse kur erdhat, si që kësha ndëruar, iku ajo... Të kam betur një qik penge, shosho e ke? Më kam betur, po jam veshur 2 herë nuse. Edhe kur bëra 25 vjeqe, nuk e di e ke pa në video, kam dalë nuse kur martova vëllanë. Thash ti vesh dhe njerë këto roba unë. Sa mirë, po e pas ke ish me rapo. Sa për një foto, do me thënë. Për foto, për foto. Që do bënjë unë, do martoheshe me burë tjetër. Jo, me të njëjtin burë. Po ta bënit festën prapë. Mund ta bënit. Jo, ka iku, tani e kënë zirë qefi. Unë në presë të më bëjnë kalamaj, kam qefë o bori plot. Jo, bori plot e kese, ke 8 një për e mbesa, apo jo? Po, kuj i madhi më preu në besë, isha në fshat. Pse? Edhe më ka ikur në Spanjë, nuk më tha nën po iki. Edhe më kështë marrë 2 herë dje në telefon, unë se kam kapur, se kam kontroluar, nuk e di. Edhe kam atë të madhin e kam këtu. Më dashuron dhe një vajzë, ajo vajza qanë, e kalon aty, probleme. Më vjen kejtë. Ta ka bërë kështu si pas shpine, nuk e prisje. Po minja sakrifica, ata të 2 mund t'jenë marrë në shumë të kjo. Por e ranu se unë këtë zbrita në taksia, kam një gocë të halet se fisi burit më dojë, më respekton jashtë marse, më su se ajo, ka dalë pension dhe shi, vazhdo një lodra da u dhe tha se këtë musja. Të dilte vjera që të mputhe në balë, edhe mua dhe djalin. Djali qaj dhe unë, më erdi u preka shumë, se vjera dalin e presin use. Kush më doli mua? Më doli kunata, po sa do vjera është vjera. Se vëndin e sa, si flasin prizi i nënave tona për vjera, nuk e di do me thënë. Kam patur vjerin, shumë punëtor. Burë besnik, burë fisnik, nuk dojnë ta gënjeje shumë, unë e kam respektuar. Duket nëna që keni kaluar një jetë shumë të lumtur, edhe Zoti ja u ka sjellë më të mirat. Jo, që do të lavdërojë mund, po ta thonë gjithë. Kam shatin shotel, pa që zmeli e mina si vogël, mua më kanë bajtë si bijnë e tyre, se unë kam qënë bijë e largët, edhe vinin gjithë zona, shikonin kush ka arna për meti. Edhe më përqenë shumë që je pa filtra fare, në atë që flet, në atë që tregon. Ka lezet. Tani, me që je bio. Videot. Do i vazhdosh? Po më zë gjumë jo, po zbra video. 5-6 video. Keni aty pra në TikTok. Video që të preshtate një qik, a kupta? Format. Pa tjetër. Unë, tjelë gatimet, ka mendimin e vetë, shajnë. Kasin pisë, unë pisloku nuk e kam qeftë. Po, pa tjetër, ti e shumë pozitive, je zëjnë grua që kështu, bravo të qofë që merë një iniciativ të ti dhe edhe knashesh vetë, argëtosh, po këtë synimi që të bësh edhe këtë shëshëri. Erdi nëna jo, shkoj në fshatë, erdi nëna më lidhen kalamajt. Unë zëmrën e kam vetëm të japë. Tani, 8 herë gjyshe këke atë nipin ose mbesën e preferuar që ti thua pika i me dobët, kush është? Ta shti kisha të madhin, po më ka ardhur një princ i vogël që thot djali, këmi unë e kalën pa gjumë, ashtu më kellën dhe ti, e do tjetër, ashtu të dojnje të dua dhe unë ty. Po, fa tjetër. Po, kam djalin, mashallah. I patës me jetë dhe me shëndet. Po ndaj, pëse të ndaj? E se e kena shtëpi, pra, po. Jeme e lumëturi asë njerë. Fëmija është pasuria, fëmija është lumëturia. Pa tjetër. Dhe sa mirë që jetonit gjithë bashkë, edhe keni këtë grotësin e familjes. Dhe qofshë të gjithë shumë. Edhe zhurmë nuk ka. Nuk ka zhurmë. Për shumë, fëmija, ato dy gocën në presin letra e bëjnë shtëpia. Ka regull shtëpia. Ka njëdru një stokë, bëjnë. Po mirë se fëmija të ke... Blidhi? Tani. Ikin tak? Tani, kur ti bësh bliko të radhës të presin në studio prapë. Kur ti bësh këto të reja... Po ti provojnë materë. Do t'i provoni edhe sa erë. Falemderit shumë që erdhe sot. Falemderit, na ke knashur. Respekti për ju. Falemderit shumë. Gjithë mirat e botës,
po falenderoj me një zëmër. Faleminderit ty. Kam dalë në njërë për emision, e thashë... Ja, do e kish një kujtim shumë të bukur. Falenderoj shumë të falja zotë. Po kjo si ishte, si u bërë. Po, do thosh çfarë ylli e kam grua. Do t'i them bëj mashallah. Jam e kemi pas pak. Jemi rikthyer dhe na ka ardhur në studio një supervised motoriste me një pasion shumë të madh për motorin, por e ka të trashëguar jo vetëm nga prindrit, por edhe nga gjithë fisi dhe kryesisht nëna, që sot e kësaj dite mami vetë lëviz me motor. Valentina Qepi, mirë se erdhe, kënaqësi. Mirëmëngjes, na qelloi ditë shiu sot edhe fatkeqësisht nuk na e solli dot motorin, por do na mbetet për herë tjetër. Isha përgatitur në fakt, kushtet atmosferike ishin papritur. Dhe herë tjetër do na bësh xhiro. Se unë thash që në fillim e kam zënur radhën, por do mbetet për një herë tjetër që sa ndryshon Robi kur hipën në motor, nuk di. Që është qasje tjetër, duket ndryshe. Ta kanë thënë besoj. Se kur zbret nga motori, okej, se është je okej, përveç veshjes që duket. Është stil tjetër, prandaj. Hipën motor, pastaj ke një kombinim fantastik. Se kur e sheh kështu duket si vajzë brish, mund ta jep përshtypjen e një bishe të vërtet kur hipën motor. Vërtet, qëndron. Dhe ndërkohë na thuaj tani kur se domethënë ti ke histori shumë të bukur që nuk të ka lindur rastësisht kjo dëshira e dashurisë motorin. Normalisht, atëherë që nga prindrit, siç ta përmendi dhe Romina, që mami ka qenë e para iniciativa që ka qenë ndaj me, le të themi, ka ndikuar tek unë. Që në shkollë, që në fillore, ajo më shoqëronte deri në shkollë që ka qenë larg edhe në mbledhjet me prindër. Ajo ishte, domethënë, që parkonte aty para portës të shkollës, po, edhe më priste ku mbaroja orën. Po, normalisht. Që kur ke qenë fëmijë ke kuptuar që unë vetëm unë ndryshet prapë. Po, vetë unë sepse kur kalonte ndonjë motor klas sportiv, pranë shkollës, e gjithë klasa kthente kokën nga unë, se e dinte që do kisha dalë tek dritarja duke parë, sigurt. Pastaj ka ndikuar normalisht, që ka ndikuar edhe familjarët e mi, si që përmënda kushëririm që dalë shpesh me të, dhe ai ka një motor sportiv. Ju ndonë do njëherë që të mblidheni të gjithë për një shëtitje me motora? 2-3 herë në javë jemi kështu, do me thënë. Wow, super. Edhe çfarë rrugësh zakonisht i pëlqen që të bëni? Rrugë bajlore, autostrada? Këtu është në Bovill, këtu ka qenë një motor, do me thënë, para se të merja sportivin. Jo më largë se të dielën kam qenë në Shëngjin, që bëra rrugën për në Shkodër ja këtu, të kjo fotoja, Durrës, këto, do me thënë, duke qenë se nuk kam dhe shumë kohë që e kam marë, pres që të ngrohet dhe koha, se si që ne prishi dhe sot. Do me thënë tani që do ngrohet koha, hajde të kapim neve ty. Skema, të gjejmë më vërdall. Jo, më bëhet qefi që po njojmë goca që japim motorit dhe dalin motor, që të paktën kur të kalojnë t'i njojmë, së ndihet si krenari më veshte. Në kokore nuk i njeft ma. Do mos kur vjen tintit, në rastin tim që janë zeza, është... Po, s'duket fare as syt as gjë. Ku je jam deri në Selanik sot. Po. Duja po të shumë. Dhe është rruga më e gjatë që mund kesh bërë në motor? Kjo ishte rruga më e gjatë që mund kem bërë. Në Shkodër? Po, deri në Shkodër, do me thënë. Por nga Shëngjini. Kjo ishte. Sa të është dhimbësur ty motori jot kur ka pasur një defekt, është prishur ose... Kam qarë. Kam qarë, do me thënë. E ki këtë lidhjen, do me thënë, bëhet një lloj lidhje shpirtërore, me aq sa kam dëgjuar. Normalisht, në momentin që punon shumë për ta marrë atë si gjë, do me thënë, kur ti e ke ndërruar dhe për vite me radhë, kuptohet që është shumë e dhimbshur, do me thënë. Po në lidhje me një motor, kush është terren më i vështirë për ty të paktën? Në bazë dhe të aftësive të tua, është terreni malor, janë autostradat, kush është... Unë do përmendja për çdo motorist, mendoj që terrenet ose zonat që janë me plaka dhe në rastet si sot me kushte atmosferike si shiu, do me thënë, janë mëse të rëshishme. Pavarësisht se motori im ka ABS para mbrapa, do me thënë, por është edhe adrenalin më vete, kam përshtypjen, kur janë kështu terrene malore, apo moti i vështirë. është goxha. Duke qenë se ti s'ke asnjëri që të ndalon, se të prindrit kuptojnë shumë mirë. Po. Ka pasur ndonjë rast që ke menduar që thua më ka mbrojtur motori im nga ndonjë situatë. Mund të kesh pasur ndonjë moment që mund të ketë ardhur dikush, ka bërë një padrejtësi, le të themi, një incident të vogël, ndoshta dhe një djerë. Po flet, në rrugë? Në rrugë. Atëherë rasti fundit. Ne urojmë që jo, prandaj rasti fundit ka qenë, domethënë, në një kryqëzim kur semafori është një rrugë në semafor, domethënë që
nuk ka nevojë të kalosh, se e përmenda kështu, domethënë, nuk ka nevojë të kalosh në semafor dhe një makinë thjesht nuk e pa fare pasyrën, isha madje në korsi komplet kundërt me atë. Thjesht erdhim, zuri rrugën, më kapi goma në trotuarin e rrugës, po domethënë aftësia ose ndoshta edhe fati që i dhash gas edhe e mbajta motorin, se nëse do kisha frenuar do kisha rënë edhe do më kishte plasur. Po pra. Por këtë desha të thoja që është edhe aftësia, mënyrë si menaxhon, sa e njeh motorin, sa e njeh mënyrën si menaxhon situatën. I ke vënë ndonjë emër se po mendoja për emër, se motori, po ke vënë ndonjë emër? Honda e Gingerit, domethënë kështu më thonë edhe në punë po. Ta ka personalizuar, por shumë e bukur. Ndërkohë unë doja të pyesja nëse çfarë kujtime shkeme me prindrit, sidomos me mamin, kur ju kanë parë, nuk e di, në fshat, në Dukat apo jo se ti e lidhur atje, kur të merrte ty nga shkolla apo ku di unë bënit ndonjë udhëtim të dyja bashkë. Klasa më thoshte shpesh të erdhi Valentino, domethënë për Valentino Rossi, ishte Valentino Rossi. Por që pastaj që kujtoj vërtet me mall, ka qenë një periudhë ku të dy prindrit e mi kanë pasur motora, edhe gjatë sezonit verës shkonim në Orikum, në plazh. Po, shkonim në plazh dhe shkonim të dy motrat ndara me prindrit edhe ajo ka qenë domethënë në rutinë që bënim shpesh, domethënë. Mami e ka mësuar motorin prej babit apo? Po, deri diku po. Prej babit. Po tani babi e ka pasur nga pasioni vet, nga kënaqësia vet që mos i bërtiste mami që ngelen motor, ja mësoi dhe mami. Po mami e kishte pasion fshehur që e kuptoj me kohën. Okej, ndoshta është dhe kjo, por duke qenë se unë jam rritur në fshat, është le të themi motori në shumë fshatra ose në zona, qoftë edhe në qytet, është një mjet pune shumë i domosdoshëm. Ndërkohë tani i bën xhiro ti mamit? Për momentin jo akoma. Ka besim apo? Jo, nuk më është dhënë rasti të shkoj akoma. A ke has ndonjëherë paragjykime, sidomos në fshatra, është një lloj paragjykimi për vajzat që përdorin motorin, ende se kanë perceptuar, se kanë pranuar si gjë. Te djemtë është e zakonshme, po tek vajzat dhe sidomos tek bashkëshortet e nënat që janë martuara kanë një lloj paragjykimi. E ke hasur ti apo nëna? Ndoshta, por që nuk mund të cek ndonjë rast specifik, por që njerëzit janë mësuar dhe mami një do me thënë gruaja me motor dhe edhe unë kur mund të lëvizja me motorin e mamit në Orikum ose kështu, njerëzit e dinin kush ishim edhe nuk është se kishte ndonjë reagim jashtë normales ose nuk mund të them. Ishte krijuar për shtypja. Po ndërkohë me djemt atë ka prish puna apo ti ka trequr më shumë këto ngacmimet, fakti që ti ke pas një motor dhe ke pas pasion motora dhe ndoshta të hynin muhabet për të pyetur për motorin? Po, pyetja e parë është sa të është ky motori, domethënë, është kështu. Çfarë është kjo? Është kjo. Ç'a viti është? Çfarë është kjo të C-ja? Na shkoto. Atëherë sa cilindrat është motorit? Motori im është 600. Çfarë do të thotë kjo për një çorë? Kjo do të thotë që është shumë i mirë. Kjo do të thotë që ecën shumë, ecën fort. Okej, a i lëti xhiro nëse ta kërkojnë djemë, shokët që... Jo, përveç kushëriri tim për momentin. Si besohet as pra, ty të pëlqen që ai motori jot të ketë një lloj peshe, pra. Të ketë prezencë normalisht. Kjo të pëlqen. Nuk është se ti mund të marrësh edhe një motor tjetër, siç edhe ke pasur edhe motor tjetër, po të duhet ai, të jep edhe një konfidencë. Veç fakti që je femër mbi motor, ta je prezencë në fakt, por që nuk më pëlqen, do hasja këtë si pjesë që le të themi seksualizohet si gjë, domethënë. Meshkujt e seksualizojnë shumë si gjë, domethënë. Se pamja është shumë e bukur me thënë drejtën se Latina. Edhe ne gocat na pëlqen ta shohim një trup formuar që është në mbi motor, që s'u bë faj. Patjetër, pa diskutim. Jo, ndonjëherë goca tipi motor vetëm për këtë arsye. Ndërkohë, gocat e tjera që nuk japin motorit e kanë fjalën, ndoshta pa për një foto, jo vajzat që janë pilote, si mund ta them, mund ta. Ndërkohë ti për shembull, një burr në të ardhmen që është motorist i mirë, apo një burr që mbas edhe si e fare motorit? As bicikletës. As bicikletës. Duhet një me motor. Atëherë, një që i jep motorave të shtrirë. Dhe ta ketë
ti nuk e dje, po do me thënë duhet jetë një mishe dhe sipër. Një mishe sipër, se 600 që je veti. E kupton, bravo. Mund t'jam sështi për shumë, adrenalinë është jam sështi. Se jo, por që ajë duhet të udheshi, do me thënë me një mishe jetë në para. Bravo, edhe nisin të dy për rrugë. Perfekte. Super, atëherë deri tek intervista tjetër, shpresojmë të kemi lajme të tjera, bashkë me motori që do na vish në studio. Ishte shumë kënaqësi që ishte. Shumë faleminderit. Këto detajet ishin shumë të lezetshme të thënë kështu. Ndoshta herësitë do japim vëmendje më shumë motorit. Si thua? Ndoshta. Faleminderit. Faleminderit shumë kënaqësi. Okej, super. Kemi ende pas pak o zot kush vjen në studio. Ne shikoj që është përballë. Ja, hajde. Hajde more fut. Hajde njerëz që tani. Do të vi me babin. Mirë, vetëm pas pak e lam enigm komplet. Jemi... Po duam një plan këte. Duam një plan andej dhe kemi që në fillim që themi që Shkëlqen nuk e di se qa guximi ke marrë ti që ke ardhur me djalin sot. Mëngjes, mirë se erdhe. Mëngjes, mirë se gjeta. Shumë kënaqësi të kemi. Tani iniciativa është e Semit, ky është që... Si e ti? Kauboj si vogël? Kauboj si vogël. Mirë. Mirë. Tani do të çohesh pak të shikojmë çik si e veshur kështu kaq bukur? Amo ço pak, ço njerë. Bëjni për qa kaubojsi. Çfarë djali? Ti je një yll. Çfarë janë këto? Çfarë është kjo te dora? Kjo. Të dyja. Të dyja. Ajo është sherifit? Po kjo është sherif e kjo është për ata se janë kaubojsa të vërtet. Wow, po të ke dhe armën aty, ajo arma është e vërtet? Jo, a? Ja, është lorë. Na të regot që këtë drejtojt e kamera kështu si që bën kaubojt. Nuk e nxjerr tot. Jo, s'ka gjë, vetëm kthej nga kamera. Aty jemi mirë. Jemi mirë. Për të treguar që është tamam në formatin e një kaubojsi edhe veshje e tij dhe të gjithë. Po. Bravo, fantastik. Një kaubojs nga Texas që na ka ardhur tash. Po, ç'është kjo copy paste kështu? Shkëlqen, domethënë. Thënë drejtën. Ja gjitë e tia, po? Ju e dini që unë kam një fermë kuajsh, edhe kam vite që e ushtroj këtë si pasion, domethënë pasionin e kuajve. Tani, thënë drejtën, e kam bërë edhe si pasion, por e kam kthyer edhe në punë. Dhe se është rritur me atë. Semi ndërkohë të ka parë, nuk do t'ja di nëse ti ke biznes apo e ke një që jeton, ai të ka parë në formatin. Semi është që në vegjelinë e tij, domethënë ka filluar të më ndjek, domethënë hap pas hapi, domethënë edhe është edhe ky shumë i apasionuar pas kuajve, i do shumë. Po. Vetëm kur i nxjesh shëtitje apo kur i ke në stall edhe kur i bësh? Jo, edhe në shëtitje, bile Semi kaleron me mua edhe në vendet me terrene. Ja, kjo është një video ku Semi kaleroni vetëm mbi një hamshor arab që është me temperament shumë të lartë. Mendoja se ti Semi të shëto një kalë të vogël. Aty janë ndërzuar edhe kalorsa të vërtet të ai kal. Ky jo, s'është ky ai, domethënë ky bëhet fjalë për një. Nuk është ky Renea. Ky është edhe një. Jo, Renea është mëz i ri që ka lindur. Edhe ai atë sapo ka lindur unë ja kam falur Semit edhe duket sikur janë kuaj luksi pra, për mënyrën se si e prezantohen. Kur the për ata hamshorin arab që ka temperament të veçantë. Keni dy. Bravo. Tani kur the për atë duhet edhe temperamenti i personit që është mbi kalin pra që ta zotrojë. Kuajt shuan për ndjeshmërinë e tyre ndaj njeriut edhe ndaj kalorësit sidomos. Ata, për shembull, ai lloj hamshori që është aty, domethënë është një hamshor 5 vjeçar, është shumë i energjik me temperament vërtet shumë të lartë, që kalorësa shumë domethënë mirë fill janë dorëzuar para atij, domethënë edhe e kanë lënë edhe rrugtimin në gjysmë. Kurse me Semin ai ka një sjellje jashtëzakonisht ndryshe, siç e shihni edhe në video. Po, është më i dashur. Është shumë i dashur, domethënë gjithmonë është alert, po të shikoni veshjet e tij gjithmonë e ka pjesën, domethënë që e kontrollon kalorsin, do ta ruaj. Po, gjithsesi ti ke shumë besim, pra, ti e njeh shumë mirë se ku e hip djalin tënd, pra. Unë e di, domethënë, sepse do ta bëja kurrë. Do ta rrezikoje kurrë. Fatkeqësisht tu s'kemi as kaskën, domethënë, te kjo video, por domethënë ai është shumë miqësor me Semin, edhe kam testuar në ambiente të mbyllura, domethënë në vende ku e dija që nuk do ta rrezikonte. Po, Semi ke pasur frikë për të parë? Jo, fare. Tani të pëlqen shumë ta bësh të gjë. Po. I do shumë kuajti. Kush është i preferuar i yt?
Me që Renea. Renea. Tani Sa emrin... vjeç është Renea? Sa vjeç është Renea Kali? 6 muaj më duket. 6 muaj. Bravo. Tamam. Dhe ku ta ka duruar babit? Se kërkesa jote i the babit që unë dua të shëtërosh një kal që ta kem timin dhe vetëm timin. Ashtu i the babit? Ja bën ti shërbimet ati për shembull? I shkon ti aty te stalla? Po, ha? Sa herë i shkon për shembull në ditë? Ja 15 herë. Ja 15 herë. I çon ushqim, çfarë ha një kal? Ai ka filluar të haj karota dhe mova. Wow! Shi. Interesant. Vetëm pi në qumshtin e mamit, po tash nuk pi më qumshtin e mamit. Është po pra. Ka gjëra të tjera tash. Po Fantastik. ty të pyesin shokët për këtë pasionin që ke? Po. A janë ata kurios për ta provuar? Jo. Jo. Kanë shumë frikë. Kam frikë. Po ti, a i thua që nuk është frikë? Mund të vazhdosh gjatë gjithë kohës që ti jesh afër me një kal, ta kesh si një kafshë shumë të dashur tëndën. Ja thua këto? Po. Do t'i marrësh një herë që ta provojnë? E ke vendosur? I kam Apo jo? I ke thënë? I kam marrë. I ke marrë? Okej. Super. Dhe kanë reaguar kështu të friksuar, bo. Po. Ua sa i Po vogël ti aty në si fillim kisha ke pasur frikë, se mund të shoh që edhe më i vogël ti s'pas ke frikë fare, Gjithsesi- i afrohesh. Po, fëmijët kanë një raport të mrekullueshëm me Se kafshët. s'kam asnjë frikë, sepse gjithë mund kuajt se kam mund janë dashur. Janë të Janë të dashur, dashur. pikërisht. A ka ndonjë sekret e kuaj që për shembull nëse ti bën ndonjë veprim, ndonjë gjest, ata mërziten edhe reagojnë keq? Po. Më Se trego. kam bërë. Më E trego. ke bërë, hë njërë? Dje, shkova aty, e në java është një dorë i grush i barë e njës. Po? Okej. E në shkova ta përqafoja dhe një herë, e na i këshu lëvizi kokën shumë këshu. Nuk i pëlqen ushqimi që ti i dhe? Po, e në përpoqa për t'ikur, a i merri mrapa më rëzdoj. Po luante me ty pra, po luante. Është kërcënia Ka qenë një rast vërtet, domthon tani që i dha një dorë barë dhe në momentin që donte edhe ta përqafonte, mëzat janë si puna e fëmijëve. Domthon që janë një çik lozonjar. Ai nga përgëllëlia donte të lodhte me të, por goditi çik me këmbën e parë. Prandaj e ka Po ka një stepje pastaj, Po, absolutisht. Ata shiko, kali edhe kur të rrezon të ruan, domethënë nuk të shkelin asnjëherë, domethënë nuk ka bërë vakia të më shkel. Unë kam rënë, domethënë kam rënë nga kali shumë herë, domethënë kam, por Sa të tilla numëron për shumë? pafund. Domethënë në çë Po, unë një herë kur am qenë 4 vjeç, kam paty ke ky kal tu, Faronin, se është arab, se është 4 vjeç. E kur am qenë 4 vjeç, ajo është me dy kam para, po unë kisha vua të frerin, aty ke shala kisha lik, e kisha të majtë fort. E vetë kur që se sashtë. Po e ka bërë fiksin në për filma, pra. Ka dashur të bëj performancë. Edhe e tregon që e ka zotruar mirë pra situatën. Kjo është Renea. jo ky është Faroni. Është i vogël është. Renea është i vogël. Vogël është mëz. I vogël më duket. Jo, është i vogël, ç'tu është kësaj më. Ky rasti që tregon është me të vërtetë, domethënë ka qenë një moment kur kali është ngritur me të vërtetë shumë në këmbë të para dhe reflekset e këtij edhe aty më ka vënë shumë besim, domethënë ka qenë shumë kështu, domethënë u kap aq mirë sa që një kalorës i vërtet nuk mund ta bënte, domethënë ky bëri edhe shtrëngimin e frërëve, mbajtje në durve ke shala dhe bëri atë realizimin e domethënë fantastik. Po normalisht është gëzën ti sa vite ke qenë merresh me këto? Pa shkputje po bëj 10 vjet, por gjatë gjithë jetës i kam pasur, domethënë. Normale, ai 7 vjeç, kështu ai ka marrë që. Jo, absolutisht, domethënë. Ai që në ngjizje është. Ti domethënë me ide të tilla. Them drejtën, ky ka qenë edhe foshnjë kur në mbaja në krah duke kaleruar, domethënë se më pëlqen domethënë edhe ka qenë ajo lidhja domethënë connection me zhurmën me impact. Po, ky është domethënë kuajt të gjithë, domethënë gjatë gjithë kohës unë nuk kam pasur këtu ka qenë i vogël fare në këtë moshë ka filluar të kaleroj. Po Renea për shkak nostalgjie? Skënderbeu
beut, sepse ja këtë më kërkon gjithmonë që do, nga që di që kam bërë atë personazhin e Sony Beut, më kërkon që do t'ja bëj edhe ky një. Ndërkohë emri Renea për shkak të nostalgjisë apo jo? Renea për shkak të edhe të punës, kontributit që kam dhënë atje, por edhe realisht është një hamshor arab që ekziston në një vend tjetër të botës, domethënë që është një hamshor shumë i mirë me emrin Renea. Është në të vërtetë domethënë. Është në të vërtetë. Po ta kërkojnë në YouTube, domethënë në gjejnë, domethënë është një hamshor shumë i bukur. Tani ty mami të thotë ndonjëherë mos shko te huajt, por ish koha atje, kamera, 100 herë të mami. Po pse s'e dëgjon ti? Pse nuk e dëgjon ti? Sepse kam qef kuaj shumë. Është e pamundur. Të gjon babi në këtë rast. Dhe sa i varianti që pyet mami, pastaj thotë unë po pyes babin më mirë dhe po. Tani ka nga ato raste që mami thot sot nuk do bësh xhiro dhe babi thot do ta bësh xhiron, po do ta mbajmë sekret të xhiron. Ja. Ska raste. Ka po si ona i sekret. Për zotin. Man sekrete me mamin. Je kaq shumë i mirë dhe ne do të presim sërish në studio, do na vish prapë apo jo? Se tani ti ku turpi. S'ke më turp, ose do të vim ne atje. Do na vish një herë me Renea në base ose do vim ne te Renea? Si mendon? Të vim ne atje më mirë? E më lehtë. Me që ja kemi premtuar edhe babit që do vim, po nuk kemi ardhur akoma. Se babi është i zënë me evente. Do vim. Në studio se bitë të palej vjen në gjë. Po, na lejosh ta përkëdhelim, apo jo? Apo si afrohet njëri ka ditu? Shumë shpejt dhe me një ambient të ri, domethënë, do bëj një. Patjetër do jemi në kontakt dhe pa diskutim. Në mami të kafshon, po e prekerin. A vetëm ty të pranon? Ashtu, fanatik për mbrojtjen. Jo, e ema e mëzët, po është protektive ndaj mëzët, domethënë edhe realisht domethënë vetëm ne të familjes që jemi të përditshëm me të nuk reagon. Pjesën tjetër reagon njerëzakonisht është shumë protektive. Po, fantastike, se është marrëdhënie, është marrëdhënie ashtu. Ata për shembull janë shumë, unë kam thënë gjithmonë, domethënë Kali është kafshë shumë fisnike dhe kjo është një arsye shumë e madhe që unë i kushtoj shumë kohë atyre. Domethënë përveç pjesës domethënë që dua, fisnikëria dhe ajo adrenalina që më japin, domethënë janë një diçka që unë nuk e krahasoj me asgjë tjetër. Tani themi me që ti flet shumë rrjedhshëm gjuhën angleze, do e thuash pak ju pres së shpejti te ferma ime? Si? Në anglisht ju pres së shpejti ke ferma ime. Për se kam arru. E ka s'ka gjë se ka dhe emocionet pa tjetër. E thuaj në shqip atër. Thuaj në shqip që... Që t'ikim ne, se do t'ikim në reklama. Apo mirë, atëherë do thuash reklama, mirë pafshim për sot. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ikim në reklama dhe pas pak do të ketë mundësi secili nga ju të shohë hapësirën e kuzhinës, pas që një ditë sa më të bukur, shemi nesër. Ditë mbar. Pafshim. You are welcome in my farm.